mbrëma dhe mirë se erdhët të nderuar zonja dhe zotrinj. Çfarë po ndodh me parkun e lojrave që do të ndërtohet tek liçeni artificial? Vendimi i bashkisë, protesta e opozitës, prishja e gardit për të ditën ditë radhazi nga protesta e organizuar dje dhe sot, veçanërisht e thirrur nga Partia Demokratike. A ka leje ndërtimi ky kënd lojrash, procedurat që ka ndjekur bashkia, kostoja apo marrëdhënia klienteliste që akuzon opozita? Ju prezantoj pa humbur kohë panelin me cilin do diskutoj këtë çështje, i cili në fakt për hir të vërtetës ka ndryshuar deri në minutën e fundit nga përbërja për shkak të angazhimeve të ndryshme që kanë pasur të ftuarit, por konfirmoj nënkryetaren e bashkisë zoti Mazniku, i cili ka qenë në fillim i pranishëm. Faleminderit që je këtu në studio e imagjinoj ngarkesën e këtyre ditëve, veçanërisht ditës sotme. Si ke përjetuar protesta? Unë besoj që kam përjetuar me një trishtim shumë të madh, se më vjen shumë keq se si njerëz cilët deri para 6 muajsh kanë drejtuar për 4 vjet Bashkinë e Tiranës, mund dalin sot dhe të qëllojnë me vezë ndërtesën nga ku ato kanë tentuar drejtojnë qytetin, apo të shkatrojnë pronën publike. Është një demonstrim sërish i dy koncepteve, i disa njerëzve që duan që qytetin ta zhvillojnë, ta përmirësojnë, të ecin përpara, dhe ca njerëzve që shohin vetëm në mënyrë se si mund të kryejnë protagonizëm me shkatrimi. Në pamjet e njerëzve të cilët zvarristin drasa dhe garde në për bulevardin e qytetit, besoj se është një shfaqje e turpshme për çdo vend, ca më pak për qytetin e vendit, dhe në asnjë skenar të mundshëm nuk besoj se është një shfaqje e cila është një shfaqje civilizimi. Është një shfaqje vandaliteti i llojit më të shëmtuar. Leonardo Ulli, kryetari këshilltar i Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës, faleminderit që ndodhesh në studio. Ju besoj përjetoni ndryshe pjesën e protestës. Dhe pse ishte aty sot Partia Demokratike? Unë do të uroja dhe do të shpresoja që protestat përjetoheshin të gjithë nga të gjithë qytetarët dhe të gjithë pranishmit panel një lloj. Më vjen shumë mirë që kemi një shqetësim dhe kemi një, do të thoja, një akuzë kaq të fortë për faktin se pak metra boj ndoshta mund të jenë bërë pis, për faktin se ndoshta tek tuk u bën disa plera në mes të Tiranës, por nuk ndjekemi absolutisht asnjë lloj keqardhje nga disa vandalë të tjerë me pushtet sot, meqense po përmendim administratat, në pushtet sot, ku dhe zoti Mazniku është pjesë integrale, kur masakruan me 10 pem në liçen, kur po masakrojnë vetë liçenin dhe për më tepër po operojnë në kushtet e palishmërisë absolute. Dhe u shqetësohemi se na bëhen disa mure pis dhe nuk shqetësohemi që kur ora e gjelbër dhe mushkëria e vetme që i ka mbetur Tiranës po vandalizohet nga vetë ata. Ky është modeli në fakt që ne paraqesim. Ne mbjellim pem dhe vandalët e vërtet, ata të cilët janë veshur sot me pushtet, shkatrojnë, gërmojnë, cimentojnë, betonojnë me një, do të thoja, justifikim të paskrupull në emër të fëmijëve. Okej, faleminderit se do të hyjmë në detaje për gjitha këto që tha, do ju pyes në detaje në fakt, edhe për betonizimin, edhe për vandalizimin, edhe për projektin të gjitha me radhë. Elisa Spiropali, këshilltare e Partisë Socialiste në Bashkinë e Tiranës, faleminderit që ndodhesh këtu. Protesta të është dukur më shumë një reagim qytetar, shoqërisë civile, është një protestë e thirrur nga Partia Demokratike që ka shqetësimet e saj për këtë projekt. Si e ke përjetuar edhe si anëtare e Këshillit Bashkiak? Fakt jam habitur nga protesta, po mendoj që ka dy mënyra për të tërhequr vëmendjen kur je një forcë politike. Mënyra e parë është duke bërë punë dhe mënyra e dytë është duke prishur punë. Dhe mendoj që Partia Demokratike dhe lideri i saj ka zgjedhur mënyrën më të gabuar për t'u afruar me qytetarët e Tiranës dhe ka zgjedhur alternativën B, pra të prish punë. Sa ishte 4 vjet në Bashkinë e Tiranës, nuk e pam të ndërmerrte ndonjë nisëm me kaq vrulle, me kaq zell, saç po ndërmerr nisma për të e para vandalizuar garde, që s'kan asnjë lidhje me përmbajtjen e projektit, dhe e dyta për të penguar Bashkinë e Tiranës në kryen e punëve. Të pavërtetat e kësaj proteste apo argumentave janë të shumta. Zoti Olli përmendi një që është flagrante, janë prerë me 10 pem. Kjo është absolutisht Sa pem janë prerë? Se thash do hyjmë në detaje pak më vonë. Janë prerë, merrni projektin 0 pem. Janë pem të shfaqura të prera, paktën në pamjen që më parë ne. 3 pem do zhvendosen. Ndërkohë janë mbjell, më korrigjon nëse gaboj zoti Mazniku, 2054 pem nga Bashkia e Tiranës. Sa pem janë prishur tani për kaq sa është bërë projekti? As edhe një pem, 0 pem. Pra, pemët janë në inventar.
dhe dikush mund shkoj kush doj nesër. Janë zhvendosur të paktën? Asnjë pemë nuk është zhvendosur. Pa, në ditën e parë që njerëz të PD-s shkuan për të bërë protestën aty, bën fotografi të disa copëve pemë, të cilat janë prerë aty që nga dhjetori i vitit që shkoi, si rrjedhoj e degradimit natyror të tyre. Në mënyrë të vazhdueshme, grupi që merret menaxhimin e parkut, në të gjithë sipërfaqen e parkut, a janë në perimetrin ku do ndërtohet ky park? Njëra prej tyre ishin në perimetrin e parkut, por ama nuk është prerë prej parkut. Është prerë sepse cikli i saj dhe për më shumë arsye pse s'është prerë prej parkut, sepse nuk është në asnjë prej njollave në cilat do lëvizte. Pra nuk i prishte punë ajo pemë, edhe po t'ishte projektit në fjalë. Unë mund t'i çoj regjist tani fotografitë. Jo, do t'i vi pak më vonë të prezantohet. Po ama, e rëndësishme është kjo. Nuk është prerë asnjë pemë dhe potencialisht 3 pemë të cilat janë jo më shumë se 3 vjeçare, pra janë pemë të vogla nga kaq, mund të lëvizen brenda perimetrit të parkut 1 metër apo 2 metra. As edhe një pemë nuk do të prishet nga bërja e gjës. Pemët janë të gjitha në inventar, janë të regjistruara dhe secila prej pemëve do të jetë aty. Një ndër gënjeshtrat më të mëdha që është thënë në mënyrë të vazhdueshme është do prihen pemë, po prihen pemë gjithë me radhë. Shqetësim që kanë qytetarët që po ikën mushkëria e liçenit, thanë dhe ne nuk do kemi ajër të pastër. Ky është shqetësim hipotetik. Fakti tregon kundërtën. Asnjë pemë. Po fakti është janë prerë pra pemë, po thonë. Jo, nuk janë prerë pemë për projektin. Në mënyrë të vazhdueshme në gjithë sipërfaqen e liçenit është një proces normal kur një pemë rrin moshën e vet, rrëzohet, nuk ka më gjethe, thahet, i ndodh pemët kanë ciklin e vet. Në moment që ato nuk janë më në jetë, ato pemë prihen, pra trungu i tyre i pa jetë prihet. Ka dokumentacion zoti Mazniku se ju e dini që... Ja, unë kam këtu, ja kur dokumentacioni, unë kam përse verbalin e datës 4/2/2015, i cili flet në mënyrë specifike për zvarë numër 6 për llojin e pemës, problemin që ka pasur. Janë prerë në dhjetor. Mirë, unë po marr këtë, kam edhe dhjetorit, kam edhe janarit. Çdo pemë e cila është e shkurtit 4/2 thotë. Mirë, çdo pemë e cila prishet në sipërfaqen e liçenit dhe jo tani, po kur do herë ka një procedurë të tillë. Procesimin për tyre unë kam marrë njërin këtu. Gjëja që po tentoj të them është që dhe ka një proces si bëhet ajo. Pra, gjatë këtyre ditëve pema në moment që është e tharë. Si i kanë prerë pemët apo që janë prerë apo jo pemë? Deri tani nuk janë prerë pemë. Po, ka një gjë se nuk e ka... Të prezentoj zotin Saliani, Ervin Saliani, sekretar për aksionin qytetar në Partinë Demokratike. Në sekondë se ne i lam që të flasen tani. Janë mbjell 2 milion e tani që do bëjmë, sepse kam dhe shqetësim individual dhe qytetar, krahas ata që po na ndjekin në këto momente, kam shumë komente në faqen e Facebookut. Faleminderit që keni qenë pjesë. Pas pak do të kemi edhe një përmbledhje të shkurtër të mendimeve tuaja pro dhe kundër, por tani do doja që në këtë debat mundësisht të marrim vesh se çfarë thoni ju dhe çfarë thot Bashkia. Nëse është e mundur, më lini mua ta moderoj. Zoti Saliani, fjala për ty. Ka 2 mënyra se si mund të qeverisesh apo se si mund të sillesh me pushtetin kur je në pushtet. E para të qeverisesh në bazë të ligjit dhe të gjitha parimeve të qeverisjes mirë, dhe e dyta është bësh kjo që bëjnë këta zotrinj, që thon fajin e ka populli, dhe fajin e ka populli që kundërreagon ndaj një vendimi që është i pa konsultuar, i pa ligjshëm, në shkelje të ligjit dhe për një vendim korruptiv apo klientelist. Zoti Mazniku si nën kryetari i bashkisë apo si funksionar publik nuk e ka për gjë të gënjejë dhe të mashtrojë, sepse ka modelin e kryebashkiakut, do të nxjerr fakta, Të njëjtën gjë si thot sot, sepse nuk e qenë te parku, shkon atje vetëm për të bërë deklaratë. Ne jemi sot këtu në publik, ju keni mundësi për ta verifikuar. Ne nesër mund të shkojmë atje dhe mund të verifikojmë pemë të cilat janë prerë dhe janë sharruar në vend. Madje edhe janë çrënjosur. Së dyti. Zotëria që sot, po nuk është për zotëria që sot flet për inventar edhe për pemët janë prerë apo jo, se pemët janë aty të prerë apo jo. Keni prova jo, keni fakte që janë prerë? Kemi prova, janë fotot edhe videot, pamjet filmike të cilat tregojnë pemë të prera. I kanë bërë qytetarët. Së dyti, që të hyjmë debatit në thelb pse ka lindur gjithë ky shqetësim i publikut. Po ndryhet në një zonë e cila është ndaluar kategorikisht me ligj të ndryshëm. Do t'i marrim me radhë. Fillojmë këtu atëherë. Është zonë e ndaluar kategorikisht te cili ligj? Ja do u them tani. Dhe me qenë se jemi këtu, ja ku janë prangat këta zotrind, ky zotëria që është funksionar ekzekutiv dhe kryetari vetë i bashkisë, për këtë shkelje ligjore që kanë bërë, duhet të jenë në prokurori dhe ne kemi bërë kallëzim penal. Ka nisur dhe prokurori vetë hetim. Së dyti, po, dhe ne kemi çuar kallëzim penal. Ja po ju them situatën e ndërtimit të liçeni. Bashkia e Tiranës pretendon që ka marrë një lejë në 12 shkurt nga Këshilli Kombëtar i Territorit, ndërkohë që zëvendës kryetari i bashkisë, e kam këtu me pamje video, në një emision tjetër televiziv, te një kolegu juaj ka thënë që lejën e kemi në proces. Do të them pranon që ka ndryrë dhe ka bërë leje në një zonë të mbrojtur me ligj,
pa marrë më parë lejen e ndërtimit. Jo, ka thënë jam proces apo është në... Ka thënë jam në proces, e kam këtu në video. Ka jo, thënë jam në po proces. në një pjesë të Ndërkohë paligjit. që thot jam në proces, aty ndërtimi është duke u bërë. Së dyti. Jo, s'është vërtet. Sot në Bashkinë e Tiranës, E lëm këtë argument, shpjegoj për këtë, po ti mbaroj pak. nuk do sqarojmë. Jo, që ta kuptojmë se sa e rëndë është shkelja e ligjit. I marrë me radhë, rëndë është dhe kaj sa the. Jo, ti them disa dhe pastaj mbyllem. Po që ta sqaroj këtë pjesë. Brenda kësaj janë. Okej. Sot Bashkia e Shnim. Tiranës ka ti mbajnë shënim se funksionar publik janë për punë paguar. Sot E, Bashkia e mbajnë Tiranës për ka një tender për supervizionin, për supervizimin e kësaj pune. Po. E ka si datë limit datën e fundit, datën 26 shkurt. Po. Në datë 26 shkurt, këta zotërin do zgjedhin se kush do jetë supervizore. Ndërkohë që puna ka filluar pa supervizim. Ligji e ndalon në mënyrë kategorike çdo fillim të punës publike hedhjen e 1 centimetre rër pa pasur më parë supervizim. 3. Vendimet e Këshillit Kombëtar Territorit nuk propozohen nga Bashkia, siç do të rinë thonë e kemi propozuar dhe kemi marrë lejë, por nga Agjencia e Kontrollit të Territorit. 4. Në datë 12 shkurt, sipas të gjitha njoftimeve të qeverisë, nuk ka mbledhje të KKT-s nga të cilët zotërinjt pretendojnë që kanë marrë leje. E kanë një precedent me falsifikimin, që janë sot në prokurori për falsifikimin e lejës së Policisë Bashkiake, po këtu jam. Dhe nuk e ke as në faqen e Këshillit Ministrave, as në faqen e Ministrisë, as në faqen e Bashkisë, nuk dihet se kur është marrë kjo leje, është marrë vetëm pasi zotëria ka thënë që nuk kemi leje. Së treti, në bazën ligjore të vendimit për leje, që thonë zotërit, nuk parashikohet apo nuk është i bashkangjitur plani vendor siç e parashikon ligji, sepse plani vendor parashikon që nuk mundet në mënyrë kategorike të ndryhet në një zonë të mbrojtur siç është Parku i Liçenit Artificial të Tiranës. Po ashtu. Kam argumenta se do t'i përgjigjet. Ka argumente ligjore ti mbajnë sepse këto nesër do jenë gjyq, bën mirë të dinë edhe publikisht sepse nesër mund të jenë në burg për këto. Në mos i arreston prokuroria, do t'i arrestojnë qytetarët, ja ku i kemi këtu. Leja është dhënë me kusht. Vetë këta zotërinj të vendimit që kanë nxjerrë KKT-s thonë që leja është dhënë me kusht. Kur leja jepet me kusht, pa u plotësuar kushtet, pa marrë më parë lejen mjedisore, pa marrë më parë lejen zhvillimore, nuk mund të ndryhet siç kanë ndryer këta zotërinj. Dhe për këtë arsye qytetarët e Tiranës sot dhe qytetarët e Tiranës dije pavarësisht Partisë Demokratike, dije shoqëria civile dhe sot e thirrur nga Partia Demokratike dhe mbështetur nga Partia Demokratike e kanë pastruar zonën që duan të shkatrojnë zotërinjt, këta janë duke shkatruar, ne jemi duke ndërtuar dhe kanë mbjell pemë aty ku këta kanë pasur buldozerët, aty ku këta kanë pasur ndërmend të hedhin beton. Kjo është situata sot. Jo, buldozerët i ka futur Bashkia në mënyrë të palishme. Në rast se Bashkia fut në mënyrë të palishme, qytetarët e marrin i pastrojnë, i çojnë dhe mbjellin pemë. Që tregon ligjin, që qytetarët pas drejt që ti rrëzojnë qytetarët sa herë që ju do dentoni ku e ke parë këtë ligjin, më thënë lexon ligjin. Ku e ke parë këtë ligjin ti? Ku e ke parë ligjin ti që qytetarët sa herë që ju zotëri do shkelin ligjin, ja e kam parë Ku e ke parë këtë ligjin? Sa herë që ti do detosh të shkelësh ligjin. Që shkon ai drejtori juaj që shefi dhe rreth qytetarëve. Jo, ai nuk është drejtori, ai rreth drejtori, ai është policiot. Ai është policiot, po ti nuk ke argumente dhe idhesh te qytetarët dhe thua fajin e lënë, se ke modelin e Tiranës dhe ti. A ka mundësi të bëni debat civil se jeni të gjithë? Të mbaroj edhe me përgjigje. I mbarova akuzat? Të gjithë shikojnë aty që polici dhunon protestuesat. Janë sa të kemi parë që ti kalojmë. Ky thot me radhë, jo të përgjigjet ta japun në radhë. Jo, mbaroj fare. Ti përgjigjet deri. Mund të ndërhyjmë. Do ndërhyjmë palishmëri këtu. Atëherë, pati një sër që nga mungesa e lejes, mbledhja e KKT-s nuk është bërë datë 12 si thoni ju. Po po. Jo, s'ka se i di gjithë. Di gjithë se vetë ka shkruar normal. Tani sërish kemi të bëjmë me disa njerëz cilët jo vetëm që thon dokra. Hini. Por e të mëshme është që nuk kanë konceptin as minimal se funksionon shteti dhe ligji. Dhe se kanë pas kur lutëm se s'ndërpreva as sekond. Folta që se diun shumë mirë kush e tjetër çfarë bëjnë. Të cilët nuk e kanë fare idenë për çfarë flasin. Po. Tani me datë 12 është dhënë leja nga KKT-ja. E firmosur nga kryeministri i vendit që është udhëheqësi i KKT-s. Nuk ka pas mbledhje, zoti Saliani, fare në datë 12. Në shumë raste KKT-ja do të shëra se para se fundit KKT për lejen se ke një. Të lutem, Ervin, ma lër mua ta moderoj tani. Kushom është zotëri si funksionar publik. Kushom thash. Ma lër mua ta bëj këtë punë, ndryshe s'ka kuptim, nuk merremi vesh fare. Po mirë se është bërë kështu si ja bërë kështu si robust, ai duhet të bëjë gangster. Edhe unë do t'ja u them gjitha ankesat tuaja. Tani. Po. Në 12 ka pas një mbledhje edhe ju, kjo vlen për gjithë. Një mbledhje të KKT-s, cilat nuk ka nevojë që KKT-ja të mbledhet në mbledhje për të marrë vendime. Mund të marrin edhe vendime qarkulluese. Dhe është marrë një vendim pa mbledhur. Është marrë një vendim qarkullues i KKT-s në datë. Po, un kam thënë në një emision që jemi në pritje të lejes
pas datës 12 ka qenë. Sepse, siç dhe zotëria e tha, KKT-ja ka marrë vendimin ta 12, por vendimi ishte me kusht dhe thoshte zbardhja bëhet kur plotësohen kushtet. Janë plotësuar kushtet dhe më pas është bërë zbardhja. Mund të fillojë ndërkohë punimi, mund ta rrethonit ju zonën pa pasur të leje ligjërisht? Patjetër, unë kam këtu lejen e cila jepet nga bashkia që quhet akt dorëzimi çeshit për punimin e objektit. Pra, duke qenë se ne e dinim që ishim në fazën midis këtyre dy momenteve, ne për t'i bërë qytetarëve shpejtësi, për të pasur mundësi që projektet e rëndësishme për qytetin t'i vejmë në shërbimin e qytetarëve, i dham mundësinë kompanisë që të fillojë të rrethojë mjedisin dhe ta bëjë gati atë gjën për të filluar punimet në momentin që duhet të fillonte punë. Pra, as nuk është shkel asnjë nga gjërat, asnjë nga hapat. Leja është zbardhur nga KKT-ja dhe vetëm pas zbardhjes së lejes nga KKT-ja kanë filluar punimet. Të cilat janë prap punime bazike, pra nuk kemi kaluar akoma ke niveli punime. Këto historirat me... Në të nxjerri pak vendimin ku shkruhet, sepse kur vendimi është qarkullus, shkruhet në fillim të shkresës që duhet të jetë vendim qarkullues. Mund të nxjerri pak shkresën zotëria që na tregoj që në krye të thotë që është vendim qarkullues. Unë kam marrë nga Këshilli Kombëtar. Mund të nxjerri pak që ta shikoj publiku dhe ne që të bindemi. Po. Unë kam marrë nga KKT-ja vendimin dhe ne kemi krijuar punimet. Diferenca këtu është sërish me disa njerëzve të cilët tentojnë të kapen. A mund ta kemi lejen që ne të kapen. Ko të pyesim prapë sa i sa po përgjigjet tani. Tentojnë të kapen. Është me shkresë, nuk është me fjalë kjo punë. Tentojnë të kapen pas. E thot vendimi që është vendim qarkullus? Po nuk ka nevojë ta thot vendimi që qarkullus, vendimi ka vendimin e njerëzve që kanë marrë. Diferenca këtu është diferenca midis disa njerëzve të cilët sërish, siç tregojnë dhe pamjet nga brapa, merren me shkatrimin, të cilët mendojnë që duke shkatruar mund të sjellin ndryshim. Jo, mund të mbrojnë atë që është e drejta e tyre. E drejta e tyre tani. Kjo është shumë e rëndësishme. Se këto duan ta kuptoj të gjithë besoj ata që na ndjejnë. Shumë e rëndësishme kjo histori. Në këtë shtet ka shtet ligjor. Dhe funksionon me shkresa jo me llafa, me rëdorik. Funksionon shteti dhe ligji. Dhe në momentin që sot qytetarët kanë parë pamje turshme, ku njerëz Partisë Demokratike, të cilët janë përzën dy herë, janë përzën një herë me 1 milion vota nga qeveria qendrore, pastaj janë përzën edhe me 40.000 vota nga pushteti lokal. Në mungesë të këtij mundësie kanë shkuar atje dhe kanë thyer pronën publike. Kanë thyer pronën publike dhe për më shumë, kur ka shkuar një qytetar i thjesht, dhe ka shkuar ka thënë që morë zotëri, qa bëni, se u prishin pronën publike, se shprona jonë janë taksa tona, se ashtu janë taksa tona ato të gjitha. Ato qa bëjnë? Ish drejtori i këtyre në bashki, a i cilët i këshin lënë përgjegjës për mbajtur qerdet, për nga kujdesur për kalamajt, a i shkoj dhe në kamerë atje, rau atë njeriu, në qytetarën e thjesht, që shkoj atje, për të kur, është në video, jepeni sot. Drejtori të cilit i kishin besuar qerdet. Dhe njerëzit të cilët ngrenë këtë çështje, dhe diferenca e madhe është kjo. Ne po tentojmë të bëjmë që ta vëmë çështën në perspektivë. Të bëjmë një park për fëmijë, plotësisht për fëmijë, pa asnjë lloj interesi privat aty brenda. Po mundohemi që ta bëjmë këtë park pa dëmtuar fare mjedisin dhe të japim qytetarëve të Tiranës një kërkesë që e kanë pas më të vazhdueshme, që duan që të shkojnë ke liçeni dhe të kenë mundësi që fëmijët e tyre të kenë mundësi të duajnë. Këtu janë pikë pyetje që ngrihen zoti Mesme. A është ky vendi më i mirë i mundshëm? A mund të shigjet një vend tjetër? A u bën një proces diskutimi transparent? Të gjitha këto janë argumente shumë legjitime, të cilat jemi të gatshëm. Do t'i sqarojmë me radhë, lutem, atë flasi pak zoti Olli dhe pastaj ta hapim. Problemi vetëm që kemi është ky që argumenti të merri që i më madh është argumenti vjen nga njerëzit të cilët kam këtu lejen 200 metra më tutje, kanë dhënë leje pallati dhe na kanë lënë grokën aty 17 kate ke diga liçeni. Dhe pyetja është, a kanë opinion këto njerëzit për lejen 17 kate përpara se të flasin për parkun e fëmijëve? Edhe për 27 katë kemi ne opinion. Ata të cilët donin të japin leje 17 kate ke diga e liçenit, sot ngrehen dhe flasin për parkun e fëmijëve. Kjo është diferenca. Atëherë, zonja Tare, nuk është thjesht vetëm shqetësimi im, besoj se është i gjithë qytetarëve. Për fat keq, do të kishte shumë mirë sikur të ishte vetëm shqetësimi i opozitës, por është shumë përtej opozitës, është gjithë përfshirës, sepse ata që kanë protestuar ditë para nesh dhe ditë pas nesh, kanë qenë qytetarë thjesht, nuk kanë patur lidhje me opozitën,
Opozita nuk ka frikë ku zhvillon betejat e saj politike dhe sociale, të deklaroj Zoti Mazniku, ka mundësi kini ditë me radhë që mashtroni mediatikisht, të paktën jepini lejen njerëzve të shprehen. Po e filloj me një kronologji fare të thjeshtë, sepse për fat keq, njëre në kohë ky vend ka kaluar një periudhë ku flitej në emër të popullit. Dhe sot prej 2 vitesh, kemi zgjedhur versionin e ri në emër të ligjit. Po kush është ligji? Dhe çfarë përcakton ligji? Në datën 15 tetor, në rrethana krejtësisht rastësishme, kur kemi qenë prezent në ambientet e liçenit artificial, për dhunimin, masakrimin dhe dëbimin e këtyre njerëzve të veshur me pushtet, të komunitetit rom, fakt tashmë i konfirmuar. Kthehemi ke liçenin. Po se kjo është pjesa e ditës për prezantimin, po. Liçeni, ju lutem, i konfirmuar tashmë dhe nga organizma ndërkombëtar, përveç avokatit popullit dhe shoqatave, vumbrej që në linjë ajrore prej rreth 50 metrash nga ku ndodheshim ne, me regji qendrore, sikur ndodh vazhdimisht tashmë sepse është bërë tradit, kryetari i bashkisë me gjithë vendos kryeministrin kryeshin një aktivitet. Banorët rom kërkuan që të shkonin të takoheshin me kryetarin në shoqërinë tonë, nuk u penguan nga forcat policore, dhe unë kam shkuar i vetë, kam debatuar, tashmë ka hyrë në të gjitha edicionet e lajmeve, fakti që debatova ditë me zotin Veliaj, edhe pse akuzohem se pas kam shkullur mikrofona, në fakt ka qenë një bisedë jashtëzakonisht e civilizuar. Dhe aty dëgjojmë për një master plan për hyrjen e liçenit, jo për liçenin, për hyrjen e liçenit. Jo. Ka mundësi ju lutem të shikoni videon, për gabim. Shikoni ju videon. Po shikoni videon nga 14 e gjenë regjia dhe nxjerr. Të ndodhur përpara një fakti të tillë, dhe meqense flasim për shtetin ligjor, në datën 20 tetor të vitit 2015, në emër të këshilltarëve të djathtë, i kam drejtuar letër zotit Veliaj dhe përdjeni Këshillit Bashkiak të na japin informacion të detajuar në lidhje me këtë projekt. Dhe sot jemi në 22 shkurt dhe nuk kemi absolutisht asnjë lloj informacioni. Është kelur jo ligji, por dhe e drejta minimale e qytetarit për informim brenda 10 ditësh pune. 1. E dyta, me vendim numër 57 të vitit 2012, Këshilli Bashkiak i qytetit Tiranës miraton planin e përgjithshëm vendor qytetas dhe bashkë me të parametrat e tjerë rregullues. Një vendim i cili është miratuar dhe nga KT-ja në datën 15/2/2013. Dakor? Po. Atëherë. Çfarë thot neni 42 i planit i rregullores të planit të përgjithshëm vendor? Parku i Madh i Tiranës. Neni 42.4. Ndërhyrje në territorin e Parkut të Madh të Tiranës do të respektojnë ndarjen e territorit 1, 2, 3 kopshti, brigadat e gjitha. Në këtë territor nuk lejohet asnjë lloj zhvillimi. Përdorimi i parcelave do të mbetet i pandryshuar. Ndërhyrja në territor mund të rivlerësojë infrastrukturë rrugore dhe inxhinierike ekzistuese, por absolutisht në asnjë pjesë tjetër të parkut. Ky enen ndalon kategorikisht çdo lloj ndërtimi, punimi qoftë dhe një gozhd, është ende në fuqi dhe ne guxojmë dhe sot dhe flasim në emër të ligjit, vijojmë më poshtë. Në datën 30 dhjetor, neni 3, kjo gjë u miratua sërish në vitin 2014 me ligjin 107 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. U konfirmua dhe u përfshi dhe në kurorën e gjelbër. Pra realisht statusi i parkut, nëse i referojmë këtij vendimi, nuk është më park, por si pjesë e kurorës së gjelbër është thuajse pyll. Çfarë thot neni 3? Në rast se do të ketë çfarë do lloj, sepse tu është dhe loja më e madhe. Mund të ketë ndërtime, mund të ketë zhvillime sigurisht, po ka rregulla shumë strikte për të ndjekur. Neni 3 thot, kontrolli i zhvillimit, procesi që kryhet me këtë, kushtet zhvillimore, leja e ndërtimit dhe leja e zhvillimit. Kush është leja e zhvillimit dhe studimi mjedisor? Kush është ai specialisti mjedisit që ka bërë të studim, që e ka kaluar dhe nga agjencia kombëtare, e cila monitoron, kontrollon të gjitha me radhë. Do më shkelje jashtëzakonisht të rënda, po flasim palishmëri absolute, veprim banditesk. Kemi një territor, gjithsesi që është pjesë e Bashkisë Tiranës, i cili po tjetërsohet në një farë mënyre, pra po kalon për një funksion tjetër. Si tjetërsohet, më shë për vërtet.
Pra kalon në një funksion tjetër. Çfarë thot ligji neni 40? Po kalon në një funksion që kthehet këndlojra. Çfarë do lloj gjëje? Quhet tjetërsi. Edhe shatërvan. Pra po ndërhyet në parcela totalisht, është ligj, është e shkruar e zezë mbi të bardhë. Pra, ligji 54, neni 54 më fal, i ligjit 139, përcakton qartë se kjo është përkthehet pasaj dhe në kompetencat e Këshillit Bashkiak, në nenin 14, që të gjitha këto lloj ndryshimesh, ndërhyrjes, duhet të miratohen dhe të pasqyrohen në Këshillin Bashkiak Tiranë. Unë po ju them, a ka mundësi, a mund më shpjegoj një qytetar, qoftë dhe juristi në hapat e parë të shkollës të jurisprudencës, si mundet një institucion shtetëror të mos i përgjigjet një qytetari dhe jo më këshilltarëve bashkiak nga data 28 tetor. Në rast se kjo nuk është shkelje e ligjit dhe shpërdorim detyre, çfarë është? Përveç gjithë të tjerave që sapo citova. Ju lutem dhe një tjetër. Ju lutem dhe një tjetër. Ta mbyll pra. Projektet kësaj natyre janë detyruese të kenë transparencë dhe konsultime me publikun. E di se kemi parë konsultime në mbasi jepen projektet kur fillon ndërtimi. Pa janë kryer qoftë formalisht, pavarësisht kësaj. Në të gjitha bashkitë, kemi parë këto konsultime. Të gjitha ligjet që sapo citova, nëse nuk janë të shkelura në mënyrën më absolute dhe të manipuluara në vijimësi nga administrata dhe kryetari i bashkisë, me lodrat e fjalëve e kishim godinën projekt, por nuk e kemi më projekt. E ndryshua, por ku është leja? Ku është numri i lejes ndërtimit? Ka një numër leje ndërtimit. Do kthehemi më njëherë pas publicitetit na japi përgjigje. Kam publicitet. Okej. Sa po të kthehemi nga publiciteti, mos u largoni dhe kemi përgjigjen për gjitha këto pyetje. Kemi rikthyer, po debatojmë për parkun dhe mendimet kundër, pro dhe lishmërinë e tij. Përgjigjet e Maznikut pas vërejtjeve të Leonardollit, po. Atëre në thelb argumenti i dhënë është plotësisht i paqëndrueshëm edhe prej kuptimit cekët të ligjit. Po, parku i Liçenit dhe gjithë kurora e Gjelbër janë shpallur me vendimin posaçëm të Këshillit të Ministrave si një zonë e mbrojtur. Në të vendim të Këshillit të Ministrave thuhet që lejet e zhvillimore për atë zonë jepen nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Gjithashtu, pra nuk kemi të bëjmë me një nivel ligji, kemi të bëjmë me një akt të Këshillit të Ministrave dhe një akt të Këshillit Kombëtar të Territorit. Gjithashtu, për t'i thënë pak sfond historisë, për ta treguar se kjo nuk është një ushtrim i mënjanuar, por është pjesë e një vizioni afatgjatë për zhvillimin e qytetit, që prej një viti tashmë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka nisur një projekt, një proces për Zoti Masniku, do t'ju lutem vetëm një pyetje. Të lutem. Nuk do t'ju ndërpres, një pyetje. Ka mundësi të më thoni nga gjitha ato ligje që citova, cili nga ato ligje nuk qëndron? Jo, më ligjet qëndrojnë, ti e citon vend e gabuar, s'është si në ligje. Citoj un gabim dhe një pyetje tjetër, meqense u kam përballë. Pse nuk më jeni përgjigjur që prej datës 20 tetor mua dhe këshilltarëve të djathtë për këtë çështje? Ja, të shpjegoj. Kush u jep të drejtën? Po monitoroj kohën që mos ndërpres. Se po të kishe qëndruar atë ditë, mos kishe ardhur aty të merresh me mikrofonin për të bërë show dhe tikje, po të kishe dëgjuar për të qëndruar dhe kishe kuptuar edhe pse. Është Këshilli Kombëtar, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka filluar një proces për zgjedhjen e një konkursi ndërkombëtar, për zgjedhjen e kompanive ndërkombëtare të cilat bënte master planin për zhvillimin e parkut të Liçenit. Si një zonë me shumë rëndësi për qytetin, është gjykuar që ka nevojë për një master plan për mënyrën se mund zhvillohet i gjithë parku i Liçenit për të shfrytzuar nga qytetarët në mënyrë tërësore. Ne sot realisht, ndërkohë aktualisht Liçeni është i mbrojtur me ligj për të mos u prekur. Jo, Liçeni është i mbrojtur me vendim të KKT-s. Vendim KKT. Vendim KKT. Pra vendim Këshillit të Ministrave. Po. Ligj do. Dhe jo, është akt nënligjor. Pavarësisht se është akt nënligjor. Po nuk ka rëndësi. Tani lutem mos ndërprerni që të shpjegoj gjën. Domethënë është ndaluar, shumë e ndaluar madje. Po bënim plan pra për të Po qeveria, nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kishte filluar një proces për ta funksionizuar të gjithë parkun. Ne sot, secili prej nesh kush në Liçeni, përdorim ato 3-4 rrugë, të cilat zoti Rama kur ishte kryetar bashkie, kryeminist tani ishte bëri, se më pas 4 vjet në Liçen nuk ndodhi asgjë, nuk u vu një poç, që dhe ne kemi gjetur Liçenin të gjithë në gjendje errësire se nuk ishte asnjë poç i riparuar. Gjatë 4 vjetëve.
Dhe projekti ishte si të vej gjithë zona në funksionim të mirëfillt, në mënyrë që kur ne shkojmë ke liçeni si qytetar, dhe ke parku liçenit, kemi mundësi të përdorim hapësira ndryshme të tij. Ne kemi vetëm një rrugë tani që përdorim dhe një pjesë e njerëz përdorin të 32 kafet që la lulit zhvillohen në gjithë cepat e zonës. Ndërkohë që vizioni ishte që të kishim mundësi të kishim një vend ku kemi mundësi të bëjmë vrap. Një vend ku kemi mundësi të bëjmë një udhëtim me biçikletë, pa qenë ke rruga këmbësorëve që bëjnë shëtitje. Pjesë e këtij projekti, pjesë e detyrës së kompanisë, një kompani arkitektësh ndër më të mirat në botë, më të mirat në Evropë pakën, Boltz & Wilson, ishte që të cilte një master plan për gjithë zhvillimin dhe gjithashtu disa prej elementëve të këtyre ti zhvillon në detaje. Kompania është ende në proces të mbarimit punës saj totale, master planin plus secili prej projekteve. Ne kishim dy alternativa, të pristim derisa të mbaroj ky proces dhe pastaj në atë moment të informonim me detaje dhe zotin Olli, ose t'i merrnim atyre një draft koncept, të cilin ne prezantuam datë 13, ku zoti Olli ishte prezent, po erdhi dhe iku, dhe më pas aty për t'i fituar kohë qytetarëve, tham, këtë projekt, meqense ne gjykojmë që ky projekt është ndër më të dobishme nuk e kishit ftuar, unë isha rastësisht. Është një ndër projektet më të dobishme për qytetarët, sepse është një projekt i cili i ofron mundësinë fëmijëve, prindërve të tyre, gjyshëve dhe gjyshëve bashkë me nipat dhe mbesat, të shkojnë dhe të kenë mundësi që të arktohen kur shkojnë ke liçeni. Mos shkojnë dhe thjesht të enden një rrugë të drejtë pa pas mundësi që të bëjnë aktivitete të tjera. Dhe menduam që ky projekt të zhvillohet në projekt përfundimtar. Ky projekt u zhvillua në projekt përfundimtar, ne kemi marrë projektin dhjetor, e kemi çuar në fondin e zhvillimit të rajoneve pranë në qeverinë shqiptare, e cila ka vendosur ta financojë plotësisht projektin. Pra ky projekt është financuar nga qeveria shqiptare. Tani, ideja më nonsens e mundshme është që qeveria e cila e ka financuar projektin, ka financuar paralelisht master planin për gjithë liçenin, nuk do jep ka lejen e zhvillimit. Se lejen qeveria jep. Këshilli Kombëtar i Territorit, i cili udhëhiqet nga kryeministri dhe nga bashkia e cila udhëhiqet po nga zoti Rama. Pra në këtë moment në asnjë prej hapave të mundshme nuk mund të kishte në një problem pse duhet që kjo leje mos ekzistonte. Dhe leja paralelisht ne kemi nisur proces nga momenti dhjetori që kemi marrë, kemi nisur procesin për të pasur mundësi që të ndodhin në mënyrë sa më shpejt e mundur edhe dhënia e lejes edhe mundësisë për zhvillim, pra e kompanisë, edhe marrja e lejes, të cilat kanë përfunduar në momentin e dur. Tani, e rëndësishme në këtë pikë është që do të kërkoj vetëm pak sekonda kur ti do të mundesh që unë të shpjegoj projektin për të kuptuar vetëm një gjë që është e rëndësishme. Që ta themi për pak. Nuk kemi, dhe vetëm fjali fund, nuk ka në këtë projekt as lokal, as bar që flasin zotërit. Se hoqët kur protestoi opozita. Nuk ka pas as kur. Asnjëherë. Nuk ka pas asnjëherë. Mjaftojnë të shkojnë të Reqin. Jo, e them unë pastaj. Jo, se e kanë zonën Spiropali. Të lutem, se e shpjegon pastaj këtë. Po, Elisa. Thelbi nga diskutimi këtu, por edhe nga shqyrtimi dhe studimi që i kemi bërë projektit, është që ky projekt për parkun e liçenit është absolutisht ligjor. E para dhe është përgjegjësia e Bashkisë Tiranë dhe e mbajnë këtë përgjegjësi deri në fund, sepse kanë ndjekur gjitha procedurat, është i studiuar dhe i hartuar nga një firmë serioze për zhvillimin e këtij parku, i cili në gjendjen aktuale dhe në gjendjen që është lënë nga Bashkia e mëparshme dhe zoti Basha, nuk është një park liçeni, por është një pellg nën qiellin e Tiranës. Nuk është një park ku mund ta përdorin as qytetarët, as fëmijët, as njerëzit, pra nuk është një vend rekreativ. Përkundrazi është një vend ku nuk kishte asnjë llam drejtuese dhe ishte lënë tërësisht në harres, sepse interesi i kryetarit mëparshëm nuk ka qenë interesi publik, ka qenë interesi privat dhe këtë e tregon fakti që Mude Liçeni ka dashur të ndërtojë një pallat 17-27 katë. Tash jo me këtë mashtrim, të lutem. Jo, kur vi radha po s'ka lidhje tash. Jolli, a mund të se po monitoroj dhe kohën që ti jemi fair. Mos mashtroni kaq publikisht tani. A mund të vazhdoj? Sepse ju përdorët fjalor të papranueshëm. Zotria që un kam në të majtën time, ironikisht, nxori këtu pranga Byrzëlyqe dhe i tunte. Tani ato Byrzëlyqe, leti atundi, kryetarit partisë së tij dhe ish kryetarit bashkisë,
Ty që shkatrove doganat edhe vjen a jep mend këtu. Edhe ti tjetër ngjitur që shkallzim penal ka shkelur ligjin. Mos u merr me mosha blanka se do të arrestoj në rrugë. Vetëm Po përgjigjuni pyetjeve kësaj. Po patjetër zotëri. Po ky është me mentalitet. Po ja po ku gjetë ti drejtë që të shkatrosh parkun edhe të shkelësh ligjin më zotëri. Po flisni se nuk të dëgjon asnjë. Po flisni vetëm tuaj. Mbaroj zonja Shropali, çfarë zotëri? Shkoni thyni atje si ka. Zotria që unë kam që që nga krejtësisht i pa edukat, po si duket i merr ka mesazhet, duhet të di, vetëm një sjarim një sekonda, që vetëm në 2014 dhe fund 2013, kur unë kam drejtuar doganën shqiptare, të ardhurat e shtetit shqiptar nga doganet e atimet kanë qenë më të larta se 5 vitet më të mira të zotrive. Mos i hyni asaj Nga që qoj në suficit, pra nga i $400 milion në azion, vetëm nga doganat se ashtu grabitja tjetër me ma. Kthehemi ke argumentat se shpërndahemi pa arsye. Zotrit e vidhnin, ne e bëm, vetëm 2013-2014, po them, 99.3 që se këshin realizuar kur, dhe rritja më e madhe në 5 vjetë, po për këtë ta lëm se mund të hym një debati tjetër për cilin zotria nuk është i informuar fare. Po kalojmë te plani i bashkisë për cilin zotria po flet në mënyrë të papërgjegjshme. Dhe njëherë është shpjeguar në tërësi edhe nga zëvendës kryeministri që kanë qenë in charge, pra drejtuesi i projekteve patjetër nga Fondi i Zhvillimit, jo vetëm për zhvillimin e Tiranës, po për të gjithë vizionin e qeverisë shqiptare për të zhvilluar qendrat e qyteteve, parqet dhe në përgjithësi hapësirat për interesin publik, është sqaruar pse është ligjor, e dyta është sqaruar sepse është i studiuar dhe pse ka një plan të mirë hartuar nga një kompani, dhe treta është shpjeguar në detaje pse është vetëm për interesin publik. Nuk ka aty as pallat, nuk ka aty as restorant, nuk ka aty as hapësira për t'u zënë nga person privat. Do jetë i hapur për fëmijët dhe për qytetarët e Tiranës. Tani, unë mund ta kuptoj shqetësimin e disa qytetarëve që dalin dhe protestojnë aty, që mund të mos jenë të angazhuar politikisht, dhe i mirë kuptoj, por i ftoj që të informohen më mirë për projektin. Se besoj ka informimi tërësor për këtë projekt. Patjetër, dhe bashkia e ka bërë dhe do ta bëjë, dhe nëse se ka bërë tërësisht, mund ta bëjnë vazhdim. Por është e papranueshme që sot në protestën e opozitës dhe të Partisë Demokratike të shikosh funksionar të Këshillit Bashkiak, të shikosh ish drejtorat bashkisë, njerëz që kanë qenë aty dhe nuk kanë bërë asgjë dhe kanë abuzuar me detyrën, të marrin dhe të shkatrojnë pronën publike. Është e turpshme. Është e turpshme që ish drejtor Qerdhesh, është e turpshme që ish drejtor dhe funksionarët bashkie të pretendojnë që janë qytetarë të paangazhuar. Jo, janë njerëz, më fal, zonjatare, janë njerëz që kanë humbur funksionet e tyre krejtësisht të pamerituara në Bashkinë e Tiranës, dhe tani mundohen që të pengojnë punën e bashkisë, sepse kjo nxjerr zbuluar mungesën e punëve të tyre dhe të produktit. Kjo mendoni që është arsyeja? Absolutisht, kjo është arsyeja e kësaj histerie të opozitës. Tani, pavarësisht terminologjisë. Vetëm për projektin s'po marr vesh akoma çka kanë ndodhur. Do ju edhe një herë tjetër projektit, sepse kur nuk e fakte dhe morëm faktet ligjore besoj. Se kur kemi morëm palët, secila nga palët, zotë Mazniku do ta endi që është ndihmëri. Ka numri lejës, numrin e lejës. Studimin mjedisor mos na i tregoj gjithëve, t'i jap dhe t'i shfaq në ekran. Ku është agjencia e territorit që ka miratuar projektin? Do të. Edhe një herë. Tani. Çka ka këtu për të mos sqaruar? Flet për vandalizëm, do mblini tani ta mbaroj dhe deri kthehem edhe një herë. Flet për vandalizëm zotëria që ka kryetar bashkie, këtë zotërin këtu që lyente me bojë qytetarët në për protesta dhe godiste kryeministrin. Këtu. Do rim ke parë liçenin apo do merrem? Ja një sekondë se do t'i përgjigjem gjithave. Asnjë palë tu nuk u shkon fare kjo histori e protestave. Ne dim se kemi këtu jo drejtorin e cirkut që ta mbajmë me gjuhë proletare, dim se kemi zëvendëskryedarin e bashkisë dhe një këshilltare të bashkisë. Së treti. Po ju them. Kjo këtu është gjuha që ka shkuar të ABP-ja nga ana e Bashkisë Tiranës. Dhe çfarë thotë? Çfarë se nuk e shohim të gjithë. Na sqaro pa. Ja po ju them, autoriteti kontraktor Bashkia Tiranës me adresën X, lloj procedurës prokurimit, procedura hapur, objekte prokurimit, kendi lojrave për fëmijë, fondi limit 680 milion lekë të vjetra. Thotë, konceptohet kendi lojrave, është menduar të jetë një hapësirë pothuajse për të gjitha moshat duke shfrytzuar maksimum pjesën e terrenit. Zona e kendit lojrave sipas masterplanit është paralel dhe ka lidhje drejt për drejt me një hapësirë të quajtur Grand Cafe. Është kafe apo jo?
Një hapësirë kjo e rezervuar për prindrit, të cilët duke pirë një kafe ose duke lexuar një gazetë, Ky kanë është në kontroll projekti fëmijët e aktual. tyre. Ky që po Projekti ndërtohet. që ka kaluar në Agjencinë e Prokurimit Publik me autoritet kontraktues Bashkinë e Tiranës, sepse nuk funksionon me fjalë, shteti funksionon me shkresa. Së dyti, kjo kompania e madhe që thot zotria, që e ka konceptuar, është projekti, ja fal ta mbaroj se të lash. Jo, nuk po lexoj copa gjërash, ja ku e ke vendimin. Ja ku e ke. Ja urdhro, ja. Mirë, ku është projekti i kafes? Ja ku e ke përshkrimin zotre. Po projekti ku është? Prita mbaroj. Me shtresa pra gjë e shkresë. Projekti është bërë projekt pra. Projekti është bërë nga firma Atelier, thot zotria, dhe nga Bowen Wilson. A dini cila është kjo apo jo? Janë dy firma të lidhura drejt për drejt me kryeministrin. Wilson i ka bërë kullën e shëmtuar të Korçës, që i ka lënë të vetmi shkatrim që i kanë bërë ati qytetja shkulla për turpe Korçës, dhe firma Atelier është firma e cila ka marrë 80% të lejeve të ndërtimit të Tiranës. Jo, të lutem, ta mbaroj tani. Është çështje personale, ju si pëlqen, atyre ju pëlqen, ata kanë votat për momentin, le ta bëjnë ata. Kur i kishit, ju kishit bërë juve. Kur ti merrni prapë, me para të qytetarëve kanë abuzuar gjithmonë pushtetet, se jo me paratë e mia. Projekti do të mbuloj parkun me beton. Absolutisht jo, ti ndalojmë. Projekti do të mbuloj parkun me beton e ndërtime betoni, siç e keni edhe te kjo pjesa këtu që kanë nxjerrë zotria, siç keni dhe foton e pemës prerë sot. 3. Projekti po ndërtohet dhe keni akuzë publike që projekti po ndërtohet nga bashkëshorti drejtoreshës Erion Veliajt në bashki, drejtoreshës Shërbimit Social, dhe firma tjetër është firma që po ndërton Lungomare në Vlorë, që ka tregon që ka interesa të drejt për drejta klienteliste dhe korruptive. Më fal, cilat janë interesat klienteliste në fund kur ndërtohet parku? Interesat klienteliste janë këto, që të marri kafen ai, të marri parat ky zotria. Po çfarë parash do marrë? Ndërtimit ato 50.000 euro që Jo, kushtonte? 680 milion lek. Jo 50.000 euro. 680 milion lek të vjetra, po. Është ndërtimi, po. 680 Si milion. do i marrë, nuk do ndërtoj asgjë, do marrë lekët në xhep. Dhe një bar kafe, po, pikërisht. Okej. Dhe Kështu që nga përgjellava. edhe një tjetër, ti përgjigjuni këtyre që po flas. Jo gjuhë turpshme. Edhe një tjetër zotria. Mbaroj gjithë argumentat se po e monitoroj dhe kohën që të. Edhe një tjetër. Mos bëni punë se këta dyshojnë që bëni atë që bënin këta. Kupton historia, mos bëni punë se do merren. Elisa është në botë në vet, s'ka gjë. Në shkelje dërën të ligjit edhe një tjetër shkelje. Vazhdoj, në botën tënde. Lërini replikat me një tjetër. Në shkelje dërën të ligjit. Katapultojnë kryesia. Edhe një tjetër. Në shkelje normal që është në Se botë. diu ankuar është për në një botën e zonë. vet, pra unë po e respektoj, po e lëm botën e vet, vazhdoj. Në shkelje dërën të ligjit po e them edhe një tjetër, dhe zotria si funksionar, se është funksionar ekzekutiv. Po lërë tani çfarë funksionari është e kemi ftuar për ekzekutiv është në kryetar bashkie, po se nuk po përgjigjet. Në datën 26/2 tani a ka tender për supervizionin e këtij punimi që po kryen tani apo jo? Ja, ti marrim një përgjigje për këtë apo presim? Po, do të marrim një nga një. Zonja Atare, nuk kemi ardhur këtu që të fyhemi nga një personazh i papesh dhe i pa rëndësi në të gjithë, edhe në Partinë Demokratike, edhe jashtë. Një njeri që e ka marrë kryetari, e ka taputuar kryetari. Unë refuzoj të fyhem nga një njeri qesharak në këtë studio. Pranoj të bëj debat me njerëz serioz, të cilët nuk fyejnë tjetrin. Ky personazh është qesharak dhe unë nuk pranoj të fyhem. Ju lutem moderoni që të bëj debatin. Historia zonjatari, historia shumë e thjeshtë. Kemi përgjigje për këtë shqetësim? Kur u folëm, kur biseduam sot gjatë ditës për çështjen e debatit, dy persona tjerë nga PD-ja do vinin në debat. Në mungesë të argumentave për të bërë diskutim, pak minuta përpara të dy njerëzit janë tërheq dhe kanë sjellë zhurmuesit. Se kjo është dhe kanë sjellë zhurmuesit, kanë shkruar njerëzit argumente, kanë sjellë shmangur 7 debate dhe deri tani në televizion tani. Unë do kërkoja, siç i kërkova shpar, agjendat nuk i vendos as unë as ju. Jo më dakord, ta dinë qytetarët, të dinë qytetarët bëjnë akrobaci për të shmangur të vërtetën e madhe. Ne kemi Të ardhur palishmërisë, talent historisë nuk ju shkon. Ta jap shkon. kohën më një herë pastaj. Kur përmendet fjala zhurmues fillojnë bën zhurmë për njerëz. Për ta vërtetuar. Unë do kërkoja ato 2-3 minutat që thash. Jo, do të shfrytëzosh tani ato 2-3 minutat se e kishte Olli. Po ta përmend pra fjalën zhurmues, prapë do të bën zhurmë. Jo, po mos përmend pra sepse s'ka kuptim se e prishim debatin. Atëherë unë do kërkoja vetëm ato 2-3 minutat për të pasur mundësi të shpjegojmë qytetarëve projektin në mënyrë që njerëzit kuptojnë një herë mirë të vërtetën dhe të përfitojmë të ikim nga zhurma dhe të shohim projektin. Përgjigjet këtyre apo? Ato pra ato. Ose edhe ne kemi ardhur për debat, kemi ardhur të dëgjojmë projektet e këtyre dhe botën e Atëherë, nëse na ndihmon juria, jo juria nuk të ndihmon se s'ke juri. Regjia. Atëherë,
Ky është projekti, i gjithë cirkuiti që shifin edhe qark është një tren për fëmijë që do kenë mundësi të fëmijë. Da ishte dhe perimetri i gjithë gjës. Pra do të jetë një tren cilët fëmijët mund ta kenë përdorur, siç shifet qartë në projekt nuk ka asgjë kundi dhe një kafe. Zona e cila është ndriçuar në cep, në këtë imazh është një zonë, po është një zonë, nuk ka dalë imazhi i fortë. Çfarë tregon ky projekt? Çfarë tregon? Aty do të luajnë fëmijë të moshës 9 vjeç. Kjo zonë kanë vetvete një shkallar në formë amfiteatri, ka tavolina ping-pongu me shtresë PVC, ka dysheme me zhavor gome, pemë qershie dhe pema dëshirave. Po më këtë shikojmë vetë se nuk ka nevojë të dëgjojmë të bëj propagandë prapë këtu. Të lutem, po nuk kemi nevojë propagandë. Ti përgjigjet duhet të ta nxjerrim me shkresë. Po jo, nuk vole fare atë në emisione politike. Nuk vole ti kthej përgjigjet pyetjeve që bëjmë, jo të thotë do këtu, ne pyesim gjeta përgjigjen ata që duan. Materiali i përdorur. Po jo, e mban ai kosto, nuk e mban ti. Materiali i përdorur. Po jo, mos i lëm hapësirë se shko vajte 20 minuta para. Nuk janë 20 minuta. Materiali i përdorur për tokën është zhavor, është çakull dhe tokë natyrore. Ndërkohë që materiali tjetër është shtresë gome e derdhur 2 cm dhe bazë gome dhe tokë natyrore. Pra, në asnjë moment nuk kemi. Pjesa tjetër që sapo u hap është për fëmijët 1 deri në 3 vjeç, e cila gjithashtu ka material poshtë rër 20 cm, zhavor 15 cm, ka çakull dhe tokë natyrore. Ka stola të lyer druri, ka dru masiv të përdorshëm 2 krah, ka dysheme rëre, lojra druri kundër lagështirës. Elementi tjetër është një zonë në cilën do të luajnë fëmijët. Çfarë po sqarojmë me këtë? Pak a shumë projektin. Elementet e projektit për të parë si është strukturuar gjithë projekti, për të kuptuar njerëzit se çfarë është projekti. Po ikën në drejtim tjetër aty ku dëgjej stre, sepse nuk i përgjigjet dot pyetjeve. Thelbi i projektit është çfarë duan të bëjnë për qytetar. Dhe ky është thelbi. Çfarë po bëjnë për qytetar? Thelbi. Tjerat janë kështu do krahini, si na thot njëherë, pastaj çfarë? Pjesa tjetër është zona për fëmijët 3 deri në 6 vjeç, e cila këtu tani që është në që është kjo këtu e cila është e mesit. Pra kaluam secilin për zona ka një moshë caktuar. Kjo ka stola të lyre, ka dysheme me ashkla druri dhe gome, ka lëra druri, ka shkëmbim natyror për punuar. Në shtresa poshtë, shtres me ashkla, shtres me ashkla 20 cm dhe tokë natyrore. Pra kemi të bëjmë me një pjesë që është për fëmijët e vegjël dhe që kanë mundësi që vetëm nëse rrezon mos dëmtohen. Pjesa tjetër në 4000 metra. Pjesa tjetër është gjithë një pjesë më e gjatë në të gjithë sipërfaqen e gjës, e cila është për fëmijë 3 deri në 12 vjeç dhe ka hapësira të ndryshme, ka stola dru masiv të lyer, ka dysheme gome, kodrina bar natyror, ka lojra druri, ka një mur në cilin fëmijët mund të ngjiten si në shumë parë që jashtë. Sipërfaqja po e përmend të gjën për çështjen e betonizimit. Në secilin për rast të përdorur me çfarë është sipas projektit sipërfaqja e tokës. Ktu kemi shtresë gome derdhur 2 cm, bazë gome 5 cm, tokë natyrore. Kemi shtresë gome në pjesën tjetër të derdhur 2 cm, shtresë gome 13 cm në pjesën që fëmijët luajnë dhe kemi shtresë stabilizant 10 cm që është prap çakulli i ngjeshur dhe kemi tokë natyrore. Pra në asnjë nga këto raste dyshemeja e sipërfaqes nuk është e betonizuar. Kemi përfunduar me projektin. Elementi dhe një element tjetër. Elementi tjetër është ajo që është për fëmijët nga 12 vjeç e lart, e cila ka një fush basketbolli në cilin luhet nga 4 krahët, dysheme gome, koshë me konstruksion metalik në lartësi të ndryshme, nën shtresa shtresë gome 2 cm, shtresë gome 5 cm, stabilizant 5 cm, tokë në prap nuk ka asnjë beton. E vetmja pjesë e cila mbaruam që e morëm vesh se ka beton, po ju sqarua tani. Jo, e fundit. 3 minuta që thoni që s'ka beton. Që ka beton për një moment. Ka beton. E vetmja pjesë që ka beton është parku i patinimit dhe i skateboardeve. Pra ka vetëm një element në cilën ka një element në të cilët fëmijët do bëjnë xhiro me skateboard ose patina, e cila është e detyrueshme ajo pjesë, në një pjesë që nuk ka asnjë pemë. Ka radhën opozita sa të kthejmë nga publiciteti. 8 minuta rreth, kështu që mos u largoni. Debatojmë për parkun, zoti Olli, për ju, fjala. Atëherë unë sërish të rikthehem një momenti tejet logjik dhe tejet funksional. Zonjatare, ju e dini që dhe unë kam patur një eksperiencë të gjatë në gazetari. Dhe në parimet bazë gazetaris është si, ku, pse dhe çfarë. Kur? Kur. 5 janë. Të 5-ta. Falja rova dhe kurin, që është shumë e rëndësishme. Unë ju lexova vendimet e Këshillit Bashkiak. Ju lexova vendimet të KKT-s. Ju lexova rregulloren e planit përgjithshëm vendor që ndalojnë në mënyrë kategorike cënimin. Planet e studimit mjedisor deri më sot ndalojnë çfarëdo lloj cënimi të hapësirës së gjelbër.
ju shikoni qakull aty, po më falni, një pyetje thjesht për këtë dona që na shikon, ajo 1 metro që është qarë, a nuk është hapësirë e gjelbër që është prishur? Se nuk i bie tjetë në një hapësirë kafe apo blu, edhe as ma vi, është hapësirë jeshile që është prishur. Dhe vijojmë sërish. Atere, ne po themi, të ndërtosh park, të ndërtosh edhe bazë për rëshimin e raketave bërthamore në qofë se do. Por ajo që unë insistoj dhe e thash në fillim të këtij emisioni dhe vijoj të insistoj dhe sot, është në bazë të normave, ligjeve që ne pretendojmë se i zbatojmë. Kemi ardhur me parullën e famshme të bëjmë shtet demore de, do zbatojmë ligjin dhe shteti ligjor dhe ja ku e kini zbatimin e ligjit. Unë u citoj një mori ligjesh, pastaj vim ke problemi se çfarë do të bëhet. Problemi është si po bëhet. Pra janë shkelur të gjitha ligjet e Republikës së Shqipërisë. Më falni se në fakt popullore është aktualisht. Shqetësimi kryesor juaj është shkelja e procedurave dhe e ligjit. Jo procedurë, të lutem. Jo shqetësimi kryesor. Kujtë, është shqetësim madhor. Okej, madhori. Madhor. Pra nuk është në vetvete këndi dhe çfarë do ndërtohet, po pse po ndërtohet në këtë mënyrë kur nuk ka gati pjesë ligjore sipas jush. Kjo është e para. Kjo është e para dhe kryesori. E dyta, që është po kaq e rëndësishme. Pse po ndërtohet dhe pse po ndërtohet me kaq ngut? Ju në këtë studio në rast se nuk gabohem, gati 1 vit më parë, pothuajse 1 vit më parë, keni trajtuar në bisedë me ekspert urbanistikës, me ekspert të mjedisit, një plan të madh që u paraqit për ndërhyrje në liçenien, u hap një projekt i madh. Pastaj e ndruam, to janë projekte të kontraktuara, të çkontraktuara, por nuk do të zbatohen. Sot vim sërish që do ndërhyjmë ke Garda. Nuk do ndërhyet ke Garda, po ndërhyjmë ke Garda. Nga mashtrimi në mashtrim, është filozofi. Nga mbulimi i gjurmëve në mbulim të gjurmëve. Dhe vijojmë tek pjesa tjetër. Nuk mora absolutisht asnjë përgjigje në raport me të gjitha këto shkeljet ligjore, që janë bërë deri më sot dhe vazhdojnë të bëhen. Nuk kam ende asnjë përgjigje, qoftë edhe sepse ky plan nuk ishte miratuar, është e detyruar çdo institucion shtetëror të kthejë përgjigje sqaruese se pse nuk më sqaron dot. Dhe ne vazhdojmë si këshilltar, si përfaqësues të zgjedhur me votë, të mbetemi në terr të plot, dhe kjo është vetëm një nga kërkesat tona. Janë 7 letra të cilat nuk kanë lidhje fare, 7 kërkesa. Me këtë për të njëjtin projekt. Jo, për probleme të ndryshme, të cilat vijojnë të mos kenë përgjigje. Edhe për ato s'kan plane, ndërkohë që u njoftojnë që janë punë të kryera. Pra mungesa e transparencës dhe operimi në kushtet e një konflikti të jashtëzakonshëm interesi është parim pune. Mirë për këtë se nuk e kishin, por janë detyruar të më thënë përgjigje që nuk e kemi dhe ndaj nuk ju përgjigjemi. Mirë që nuk kanë bërë asnjë koncept sqarues me publikun. Mirë që nuk kanë bërë se të paktën Rama, kur ishte kryetar bashkie, mira keq, shkonte aty ke sheshi Skënderbej, ndërkonte ca makete dhe i thoshte këto gjëra të bukura do bëj unë. Pavarësisht se bëheshin ose nuk bëheshin ato e tjera, po e nxirrte maketin. Ktu nuk kemi absolutisht asgjë. Flasim që ne donin të përshpjetonim, ta bënim sa më shpejt, se fëmijët kanë nevojë të luajnë e tjera. Më falni. Ku është emergjenca që parku mira keq është aq funksional dhe fëmijët luajnë si luajnë për të ndërhyrë me këtë lloj energjie? Çfarë emergjence ka se duhet jemi në kushtet e një emergjence absolute? Mirë, që nuk ka park bjem dakord në Tiranë, një park publik për fëmijët. Lojrash për fëmijët. Dhe duhet ta bënim patjetër aty. Jo, pati vendi nuk merrem në diskutim, po them për park kanë. Po kamë, po le ta ndërtojnë, është gati 1 milion banor Tirana sot. Ky pra është problemi se këta thotë çfarë emergjencë ka. Dhe zoti Olli e ngre me drejt këtë. Emergjenca është ndoshta një faje ka bashkia. Zellin e tepruar për të bërë punë, patjetër. Për të bërë punë, se ka Olli. Ka mundësi sa mos e ndërpreva. Dhe për të kryer punë. Po, vazhdoni. Lutem, Elisa, mos e ndërprit se do të jap minutazhin tënd, mos e ndërpres. Dhe vim ke momenti tjetër. Po ska si të ketë klientelizëm në një park publik. Po, përfundoje, zoti Olli. Tani, unë nuk ndërpreva njeri. Jo, më rregull je, vazhdo. Nëse këtu ka ngut vetëm për një gjë. Që? Për të betonizuar dhe për t'i hapur rrugën betonizimit të mëtejshëm. Sepse nga vetë goja e kryebashkiakut është thënë që janë planifikuar dhe 10 ndërhyrje tjera. Vim ke momenti tjetër, se të flasim me fakte. Ju e keni shumë mirë parasysh se çfarë ambienti është nga momenti ku fillon rrethimi, ku po zhvillohen punimet, dhe deri në afërsitë amfiteatrit. Është një ambient totalisht i pirët dhe pothuajse me një dëndësi çdo 2 metra katror pemë. Më thoni, a ka një njeri, një banor i Tiranës si kalon aty çdo ditë, që të besoj që aty do ndërtohet një park lodrash në atë rëpirë,
Sepse dhe është vendi dhe të mos ketë prerje pemësh dhe të mos ketë betonizim, se do drejtohet ambjenti. E ka me shumë njëzëllik. Këmë një sekundë, është këj moment. Unë jap, zotit Olli, një sfid. Të shkojmë nesër, të shkojmë nesër. Më jep sa ligje ke shkelur deri më sot. Nesër, numrojmë pemët. Kur marroj projekti, në qoftë se aty ka një pemë pak, o iki unë, o tiki Olli. O zoti ju i ikur që me biletat, ju mashtruat publikisht s'ka ngritje të çmimit dhe e ngritët. Nëse ke përfunduar të jap janë Zeliani. Pra ju i një tikur, unë e pranoj sfidën. Zoti Olli, përfundoj që t'ja jap. Unë pranoj sfidën që sa ligje ke shkelur dhe i që sot. Lutem, të vjoj me logikën. Po, vazhdo, Zeliani do ja jep janë, qoftë se ke përfunduar. Një pemë pak. Vim ke momenti tjetër, pra që është një pjesë praktike dhe lehtësisht e dallueshme. $700.000. Okej, a meritojnë fëmijët $700.000? $7 milion meritojnë fëmijët. A është emergjencë në kushtet që thonë ta që në bashkisë është bërë asgjë, që situata është dramë, që këtu gjithë shka do më thënë është e degraduar, të ndërhyet lëvizja e parë dhe e madhe $700.000 për një park të presupozuar, se në fakt është betonizim, dhe do t'ja u jap me fakte. Përse të mos kalon të kjo shumë për një problem që e ka krijuar sot një nga bashkëpunëtorët më të afërt të zotit Veliaj, që e kalua me aq bashkëpunim në Këshillin Bashkiak, rregullimi i digës, i cila vazhdon të jetë ende e hapur dhe e pa rregulluar përfundimisht dhe që përbën risk, po flasim për prioritete. Po që është kosto që mos ishte shpenzuar për këtë projekt. Absolutisht. Dhe pa folur për ato elemente të tjerë që përmendi dhe zoti Saliani. Vim ke pjesa e zotit Mazniku, ju lutem. Do të dëshiroja pa kamerën, meqense nuk kam, domethënë të kemi një fokus nga shumë pranë. Tu thot Bashkia Tiranë, apo gabohem? Po, e keme logo, e shofim. Atëre, thot edhe preventiv. Po. E lexoj zoti Mazniku, po lexoj vetëm ato pjesët e drunjta. Ka mundësi të lexoj dhe unë ja dy? Po, patjetër. Dhe ja u le për t'i verifikuar. Vetëm se me minutazhin nuk kemi mirë. Po. Ja, do t'ja u kaloj unë pasaj për pjesën e minutazhit. Gërmime, bushe me material çakull, gërmim dheu, shtres çakull, vazhdoj më poshtë, stres zhavor lumi, shtres betoni, hekur beton zgar, shtres betoni është preventivi i punimeve, mbushe me humus, thot tu, një rubrik në 7 deri tani. Shtres çakëll, shtres guriçka zalli, shtres e stabilizantit, thot baz gome e tjera me radhë. Pastaj vazhdojmë sërish. Çakull ngjeshje si betoni është çakulla që ta kuptoj unë? Jo, çakulli është rër. Çakulli është ky, është gur. Rër pak më konformadhja ky këtu. O, zoti Mazniku tani. Domethënë, jo kur thoni ju beton, kësa i referojni? Ajo gjurma. Kur thot beton është beton. Ajo gjurma është beton, çakulli është çakull. Ajo gjurma e prishur që treguan është gjurma ku do kaloj treni për fshijat. Treni, po do kaloj treni. Asgjë nuk do duket sepse do jetë gjelbëruar në dy anë. Hekur beton që të fitojmë kohën. Të marrësh këtë. Të marrësh këtë çakull stabilizant. Betonosh. Ja, se mbaroj. Dhe vim ke pjesa tjetër me i fjalë. Dhe vim ke pjesa tjetër. A mundet a do të më gjeni ju një element ose një vepër publike në Republikën e Shqipërisë, e cila të ketë shpallur tenderin, i cili është shpallur që më datën 5 janar, të ketë përcaktuar kompaninë fituese. Se ku shpallet një tender, dhe kompania fituese do thotë që është gati të fillojnë. Është bërë në datë 5 janar shpallja e tenderit. Është shpallur kompania fituese, nuk po hyj këtyre aferave që përmendi lidhjeve nepotike dhe klientelizmit. Në datën 5 janar, dhe leja del në 12 shkurt, e falsifikuar, e provuar dhe faktuar, dhe prokuroria do t'a gjej shumë shpejtë që po them. Si e falsifikuar? KKT-ja është e falsifikuar? Data. Oke. Dhe për më tepër, një leje kushtëzuar që pret edhe studimet e tjera plotësuese, dhe ndërkohë që ne si qytetar mësojmë që në datën 10-11 që aty kanë filluar punimet. Pra, me cilin ligj vazhdoj të insistoj, mund të tenderohet, mund të planifikohet, mund të fillojnë dhe punimet, dhe nuk kemi marrë lejë. Dhe flasim gjithmonë në emër të shtetit ligjor, po bëjmë shtet nga ana tjetër, po vendosim ligjin. Dhe për të arritur dhe ke pjesa domethënë tjetër e këtij argumenti në këtë fazë, meqense u përmendën këto studiot e famshme të mëdha të gjitha që kanë qenë një lidhje e vjetër domethënë emisive dhe klientëve të zotit Rama, sepse realisht është zoti Rama urdhëruesi i këtij vepre, Zoti Velie dhe punonjësit e bashkisë dhe varësit e tij po marrin koston që u ka deleguar ai, po ky është diskutim tjetër. Por ajo që është më e rëndësishme është që një nga këta, ai që ka ndërtuar atë kullën e famshme, nuk po hym elementit estetik,
A e dini se çfarë ka thënë para qytetarëve korçar kur ka vajtur dhe të thotë se pse u bë ajo vepër? Që t'ju provonte korçarve që nga ajo kull Korça është e rafshët. Këta janë këta arkitektët e mëdhenj. Saliani. Tani. Jo, të përfundoj dhe Saliani dhe pastaj i mbledhim të gjitha. Tani me qenë se thonë lejet që ka dhenë Basha, bashkje Bashas e tjerë. Basha e ktheu zonë të mbrojtur dhe i la plan urbanistik të miratuar këtyre zotërinjve që e kanë sot në bashkinë e Tiranës. Ju la projektin gatshëm të bulevardit në madh Tiranës, ju la projektin për stacionin multimodal dhe ktheu në parqe, dhe këto janë parqe, dhe ne përveç se jemi kundër, ja do t'u tregoj tani, përveç se jemi kundër, për shkak se këta janë në shkeljet e ligjit dhe për këtë arsye ka kallëzim penal në prokurori dhe nuk e përgjigjen edhe sot asnjëherë prej pyetjeve. Absolutisht. Ky park dhe këto para mund të investoheshin jashtë zonës së mbrojtur të parkut. Ka pafund zona ku mund të investohen. Ja urdhroni. A është zonë e gjelbërt kjo dhe park? A është zonë e gjelbërt dhe park? Dhe të na thot zotëria çfarë ka bërë deri më sot me qenë se pas kanë njohur të madhe një dëshirë të madhe për punë. A mund na thon pak ja ku ka? Ka zona pafund ku mund të bëhen parqe dhe jo të shkatrohet i vetmi park që i ka mbetur Tiranës deri më sot. Këto janë punë publike. Ndaluar të preket. Ja urdhëro, me qenë se janë duke folur, urdhëro, le të nxjerrë zotëria përveç të lexoj për gome për çakull, preventive të nxjerrë çfarë pune ka bërë deri sot në Bashkinë e Tiranës, përveç se po dërton të shkatrojë. Jo, nuk e ka marrë për punën e Bashkisë Tiranës. Jo, zot Saliani, ju lutem tani se po e shfrytëzon ti për propagandë. Jo, deri tani ndërhyt. Jo, po tani e kam thirrur vetëm për parkun. Do merrem me parkun? Mos merrem me çështje tjera. Se s'po sqarojmë dot akoma këtë. Edhe një tjetër, e bëjnë vetëm për një arsye. Po sqarojmë vërtet. Po mirë, se sqarojmë ne. Është bërë vetëm për një arsye dhe bëhet vetëm për një arsye ndryshimi i destinacionit të parkut, që të lejohet që në pjesë të tjera ka dhe 15 ndryrje tjera në park të parashikuara nga bashkia të bëhen ndërtime dhe pallate. Është dhënë leja nga KKT-ja në datë 16/2 që shënon se zonat anash korpusit do të jenë për ndërtime. Ky është qëllimi vetëm përse ndryhet sot në park, nuk ndryhet. Kjo është koperturë që thonë. Për kalamajt edhe për pleqt, është koperturë, është përveç se ndryhet këtu që nuk duhet bërë ndryrja në këtë zonë, duhet bërë ndërtim për kalamajt, për pleqt, për të gjithë njerëzit. Në zonë tjetër, por nuk duhet ndryrë sepse i ndryshon destinacioni parkut që t'i lërë mundësin kryebashkiakut sotëm, Edi Rama, si që tha pak më përpara edhe zëvendës kryebashkiaku, që të ndërtoj pallate ndërtimi në pjesë tjera të parkut. Ka që thjesht. Elisa, ke diçka apo të përgjigjet Arbri dhe pastaj? Mazniku. Tani, ka një histori shumë interesante që ka ndodhur atyre ditëve. Që është mënyra si ka lëvizur retorika e opozitës për këtë çështje. Po. Në momentin e parë thoshin do bëhen lokale, do bëhen hotele, do bëhen pallate, po bëhet një tmerr, po prihem pemë, janë prerë 10 pemë, do bëhen pemë. Ja kur kem projekt. U prek me zhvepur penale është denoncuar ky fakt. Pastaj nga aty zbritin që jo se ka shkelje ligjore. Ne jemi këtu po themi jo, nuk kemi zbritur këtë zbritin. Jemi këtu do lëre të përfundoj. Ndërpreva se po ne jemi këtu. Po lutem tani mos e ndërprit. Mos mund të deformoj. Pastaj kur të mbaroj thuaj sa po tha gjë që unë mendoj. Në mënyrë pastaj shkojnë ke pika që thanë që po pse po e bëjnë? Dhe arsyeja shumë e thjeshtë. Pse po e bëjnë jashtë duke thyer ligjin? Është e treta. Filloi me sin zoti Mazniku. E tham parimet e gazetarisë. Olli, të lutem se unë tregova mjaftueshëm qytetar mos ndërprisi asnjëherë. Nëse do e bëjmë këtë histori kështu, me kështu. Unë ju pyeta më zotëri, unë ju pyeta. E di pra ti po unë të pyeta disa herë se le të mbaroj dhe unë po të them le të mbaroj. Kërkova një sfidë se pranove? Unë ta pranoj sfidën nga mëngjesi deri në darkë. Po të dorriqesh tani se ke gënyer për çmimin e biletës. Historia është kjo. E para. Do riqu njerë që tani, pastaj do riqu dhe njerë të dytë. Arsyeja pse po e bëjmë, është sepse jemi angazhuar për të shërbyer qytetarëve të Tiranës, ndryshe nga administrata e përparshme. Arsyeja pse po e bëjmë me nxitim, është sepse ndryshe nga administrata e përparshme, e cila ndeti 4 vjet duke fjetë gjumë dhe mori dhe një përgjigje nga qytetarët e Tiranës mes votimit, dhe kur doli nga zyra tha, po unë mendova gjatë kësaj kohe, ne duam ta mbyllim erën e njerëzve që rrinin në zyrë dhe mendonin, ose shifin ëndra duke fituar gjumë, dhe të kalojmë në erën e njerëzve që bëjnë punë, veprojnë. Dhe kjo është arsyeja pse po veprojmë nxitim. Jo, apo shkelni ligjin, kjo është shqetësim, kjo është pyetja. Unë kam këtu. Apo veproni në lishmëri të plot me këtë projekt apo jo? Unë kam këtu 48 projekte të Bashkisë Zotit Basha. Është lista e plotë e projekteve, datë fillimi, datë mbarimi. Asnjëri prej tyre, riparim çerdhes, riparim shkolle, ndërtim shkolle, riparim rrugë, këto që përmendi ky. Për asnjërin, as edhe njërin prej tyre vetëm nuk ka një leje nga. Dhe kjo është funksionimi në kundërshtim plot. Unë po them,
lejen për... Ja, e kam gjithë me ratë, lexoj me ratë, për asnjëri s'ka leje, asnjë tekst. Lexoj. Tani, asnjë dhe prandaj s'ka ardhe Eno sot. Kjo është arsye pse s'erdhi Eno sot, sepse po të vinte Eno dhe të lexonte që mos e bëjmë pjesë për një panel ku nuk është rëndësi. Eno Bozdo nuk ndodhen në Tiranë, zotëri, dhe nuk mund të jetë nuk ka rëndësi, po para 10 minutash para emisionit e mori vesh. Jo, tani është shumë kohë para emisionit. Argumenti është i thjeshtë. Kemi një leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit, që është autoriteti më i lartë i Republikës së Shqipërisë për dhënien e lejeve. Se e tenderuar që në 5 janar. Ky institucion ka drejtën të japi leje sipas vendimit të Këshillit të Ministrave dhe ne kemi lejen, e kemi nxjerrur publike. Kemi lejen e kushtuar, kemi lejen e zbardhur. Se datën 15-16 zoti. Kemi lejen e zbardhur pas lejes kushtuar, pasi janë zbatuar kushtet dhe është zbardhur leja. Që thotë, ne kemi lejen. Në këtë moment që flasim, është leja, e kanë lejen tani. Leja patjetër që është. E dyta. E dyta. Jo, po ka ikur kushtëzimi, thotë, i kemi plotësuar kushtet tani kemi zbardhur leja. Po jo, në datë 26 ka supervizimin akoma. Kush është eksperti i mjedisit që ka supervizimin? Këtë pjesën e lejes, lutem. Leja është zbardhur. Sot që flasim, zoti Mazniku, keni leje për ndërtimin e këtij projekti? Zbardhur, po patjetër keni kemi leje të zbardhur. Datë 26 kam tenderin për supervizionin, hyni se shkollaj në faqja e Bashkisë Tiranës, hyni te ABP-ja, në datë 26 këta zgjedhin supervizionin. Ndërkohë që kanë filluar problemet ka 2 javë, 3 javë. Përfundon në një pikë. Që përfundon në një pikë. Ne duam qytetarëve të Tiranës të japim një park për fëmijët dhe këta njerëzit, sepse thonë që kjo data ajo data, mendojnë se nga kjo data dhe ajo data kanë të drejtën të shkojnë atje dhe të shkulin drasa, rrethime, të hedhin, të bëjnë 40.000 euro dëm. Edhe më shumë se aq kemi të drejtën, zoti Mazniku. Dhe kjo është ndryshimi i mentalitetit. Diferenca midis ligjit dhe vandalizmit. Vandalizmi është të shkosh atje, vandalizmi është të shkosh atje dhe të thyesh patjetër. Ky që shkatron, ky që shkatron midis njerëzve të cilët ky që shkatron dhe sjell provokatorë për të provokuar opozitën. Ata që sot janë drejtori ishin provokatorë të tyre. Ishin policë civil të cilët tentuan të provokonin protestuesët. Ata që thoshin sot, nxirë me video. Po dhe ai që rrau qytetarë, po policia juaj, nxirë ata. Ai ka polic civil i cili është sjellur për të prishur protestat. Nxirë me video, siç ke policin aty që thotë ata. Tani, e përfundova se do t'ja përfundoj argumentin, në thelb. Po, ka një gjë për cilin ne Ulbasha u del edhe në lutem, lutem, se jam për cilën neve mbana i përgjithësi për atë punë. Ka një gjë për cilën neve mund dhe ja vlen ndoshta që të sulmohemi. Sipas jush. Sipas me. Po pranon që duhet sulmohemi, ta gjë? Që ne kemi dëshirë për të bërë punë. Dhe ne duam që qytetarëve të Tiranës t'i japim sa më shpejt e mundur një park për fëmijët. Dhe diferenca kjo është që teksa njëri grup ndenti pafund, i vetmi gjë dhe në asnjë prej akuzave që kanë ngritur më të vazhdueshme, kanë dalë plotësisht zbuluar, sepse në asnjë prej gjërave nuk thonë, ka lokal, s'ka lokal, janë prerë pemë, s'janë prerë pemë. Do bëjnë beton, nuk ka beton. Dhe tani, pika e fundit ku ka ngelur është që thonë që se këto po e bëjnë për ndërtuar më vonë. Do hapni rrugën ndërtime. Pyetja është pse duhet bëjë një park lodrash, pse duhet bëhet, se nuk ka një logjik mundur, pse duhet bëjë një park lodrash? Po jo të na citojnë ne keq të ndërtosh. Po na citojnë ne keq. Mazniku. Pse duhet bësh një park lodrash kur ke mundësi ndërtosh nëse kishte vullnet të keq. Problemi këtu kemi vetëm një gjë dhe ky është në fakt thelbi i gjës. Këta zotrit dhe që nga kryetari i tyre mbrapa mendojnë si do kishin menduar vetë. Pra nuk arrin dot t'i shpjegojnë, t'i shpëtojnë ides nga Lulzim Basha, mbrapa të shpëndes që nuk e kuptojnë dot si mund të bëhet një gjë për interes të pastër qytetarëve dhe mos ketë interes të ndonjërit. Dhe nga që veti kanë bërë çdo gjë të mundshme, çdo punë që kanë bërë 4 vjet bashki, e kanë bërë për interes dikujt, thonë që duhet ketë këtu me sigurinë interes, duhet ta gjejmë neve. Tu duhet ta thesh ti gjejmë interesin. Dhe se kjo dhe Elisa gjithë prokurorit do të thotë ai di historia me prokurorin ti po shkatron parkun për interes. Ja kusht 20 metra, ja kusht 20 metra nga diga, leja 17 kate, na ka lënë gropën akoma sot aty. 17 kate leja nga 20 metra nga diga. Nuk thanë njëra nuk ka lidhje me parkun e mbrojtur fare ajo park. S'ka lidhje fare me parkun, ku është leja, ku është parku. 20 metra nga diga. Po lere se del punë atë dhe do ta relativizojnë këtë gjë. Po patjetër mo çfarë do relativizojnë këtë gjë. Jeta kord me leje. Ai është në përputhje me ligjin.
absolutisht, dakord me lejen nga Diga. Absolutisht. Shumë mirë. A je dakord me lejen? Po nuk ka diskutim o zotëri. Ti do të relativizosh të keqen, se di që duke bërë të keqen madhe dhe kërkon të relativizosh me çka ke bërë. Diga të bëhet leje 17 Do të themi direkt aty me zonjë Shqiropali. Nuk janë dakord. A jeni dakord me lejen 17 metra nga Diga? Nuk janë dakord me parkun e fëmijëve, Nuk dëgjojmë më. janë dakord me pallatin 17 katësh në krah. Tani gjeje logjikën në këtë mes, nëse po flasim për interesin publik. Tani ta çojmë pak më tutje. Në Tiranën tonë europiane, mes qytetit, nuk ka një park publik të madh qendror në një zonë të mirë për fëmijët. Të gjithë ne që kemi fëmijë të vegjël, i çojmë. Po janë 7 xhuxhat më I çfarë? çojmë, më fal. Po 7 xhuxha, dakord. I Investoni çojmë, nuk ka aty, një më. pemë, nuk ka një pemë. I çojmë apo jo te qendra tregtare. Ku duhet të paguajnë me radhë. Pra e gjithë lutem zoti Olli, Të lutem, mos e ndërprej. pra të gjithë qytetarët janë të detyruar që përderisa nuk e përdorin dot parkun, sepse parku nuk është një park urban në qendër rekreacional, sigurisht do t'i çojnë fëmijët te klientët e tyre përgjithsisht, po ta lëm këtë bisedë. Tani, çështja është këtu. Në 7 muaj, Shkojnë me emra se ne bëj themi. në 7 muaj Bashkia e Tiranës ka treguar në drejtimin sigurisht kryetarit të ri të bashkisë që ka menduar për interesin publik, në cilat rrugë, dhe këtu nuk po bëj propagandë, po flas shumë sinqerisht. Ka treguar që e ka interesin publik në vëmendje Bashkia dhe nuk është çmendur tani që ta prish, kur merret me çerdhet, kur merret me kopshtet, kur merret me ndriçimin, kur merret me rrugën, kur merret me rregullimin e hapësirave, kur merret me pastrimin e qytetit. Këto janë punë në interes qytetarëve dhe në interesit publik. Tani, në qoftë se paranoja për një park, për një projekt, i cili është i shpjeguar deri në detaj, i cili ka hedhur poshtë me projekt përpara syve tanë, që nuk do ketë as pallat, as ndërtim, as beton, as klient, as kafe, po do ketë një park publik ku do lozin fëmijët. Dhe kemi të qartë, nuk është ai projekti, mos do të ku e ke projektin, projekti është ky. Ky që tregoni ju, Zelani, është projekti final. Ky është projekti final, Kur Bashkia e Tiranës, kryetari i bashkisë, në kryetari me radhë, marrin përsipër, dalin publikisht dhe thonë që ky është do jetë projekti. Këtu nuk do prehet asnjë pemë. Këtu janë mbjell 2054 pemë të reja. Pse nuk i mbollën? Ja, po i mbolli Bashkia e Re. Janë mbjell 2054 pemë të reja në park. Është vend ndriçim, janë bërë rrugë, do bëhet një park për fëmijë. Ndriçim ka patur në park, se kemi bërë vrap gjithkohës. As një poç. As edhe një në errësirë të plot. Ka qenë natën, në errësirë të plot dhe tregoi pamjet e rregullimit. Pra Bashkia ka treguar që punon për interesin publik dhe do punoj për interesin publik. Unë e para e tjerë me radhë të gjithë, besoj dhe zoti Masniku që e shpreu këtu hapur, do ikim, nuk do ta nxjerrim më fytyrën e ekran, nëse ai park nuk do jetë një park fëmijësh, po do jetë projektet që ëndërrojnë zotërit. Tani, është e vërtet që zoti Basha la disa projekte në mendim, në ëndër, mund t'i ketë lënë dhe në letër. Shumë mirë bëri që i la. Nuk i bëri realitet për shumë arsye. Ase po merre me partin, ase nuk i doli koha e me radhë, fakti është Te projekti. Jo, po kjo ka lidhje drejt për drejt. Fakti është që zoti Lulzim Basha nuk bëri asnjë ditë rolin e kryetarit të bashkisë. E mori bashkinë me dhunë dhe e dorëzoi me turp. Ky ishte bilanci. Zoti Veliaj ka marrë përsipër dhe qeveria shqiptare përmes projektit për rinovimin e qendrave, qyteteve dhe gjallërimin e jetës publike, ka marrë përsipër që këto vepra t'i kthej në vepra për qytetarët. Lërini ta provojnë dhe të punojnë. Po, duhet ketë transparencë, le të bëhet transparencë, ta bëjmë atë mbledhjen e këshillit, le ta debatojmë projektin. Këtë kam pyetje disa tjetër. E kam çështje. Seliani, lutem pastaj Olli, po shpejt. Kemi një problem të madh në komunikim, sepse ne flasim me shkresa, këta zotërinj thonë se i kanë mendjen. Ne nuk kemi si e gjejmë. Ka vetëm një mënyrë se si komunikohet me institucionet, nëpërmjet shkresës. Dhe shkresa që ka zotëria, po të them, është i njëjti vendim. Pa ju nuk është vendim ai që keni ju ndër. Edhe një tjetër, kjo është autoriteti kontraktor Bashkia e Tiranës. Nuk është finali për cilin flasin këta. Po jebra ku thot ja. Si mund të jetë finali projekti është ai që ka preventivi. Masniku. Po pra po se të njëjtin gjë po tregojmë. Ky ka zbritur. Po tregojmë dokument që është dokumenti për cilin ka bënë tender. Nuk ka të bëjë me lejen. Leja është dhënë e zbardhur. Ka mbaruar historia. Ja ku është? Është një njëjti projekt që parashikon dhe barka. Edhe një herë, projekti është në ligjshmëri të plotë. Nëse kanë dyshime për ligjshmërinë, le ta çojnë. E kemi çuar, por kam dhënë për Sot do urdhëro se si thoshen zotërinjt kur ishin në opozit. Artan Shkreli, asnjë fije bari do mos preket nga parku i liçenit. Kur bënin protest,
Për e mbani mend për rrugën Elbasanit. Asnjë fije bari dhe mos preket nga parku i Liçenit dhe nuk lejonin të zhvillojë jo park në mes të parkut. Park për fëmijë, si shton këta dhe kafe, po për të bërë rrugë për qytetarët, urdhroni asnjë fije bari dhe mos preket. Edhe njëherë tjetër për ta përmbledhur situatën. Nuk morën përgjigje sepse do kemi akoma pjesë tjetër. Po, sepse në datën 26 shkurt është parashikuar supervizioni, ndërkohë që punimet kanë filluar 2 javë para. 2. Nuk kemi marrë përgjigje sepse vendimi nuk parashikon vendimi i KKT-s, që është një vendim qarkullues ashtu siç e parashikon ligji. Këto janë të gjitha në prokurori, keni dorëzuar, ëh, kështu që janë pjesë e hetimit. Të gjitha në prokurori, po i themi për publikun po i themi që të dëgjohen. Retorik politike, ligjor. Leja e dhënë me vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit të 16/2/2015 me firmë të Edi Ramës, që është dhe kryetari i bashkisë faktik real, parashikon që do të ketë në zonat anash korpusit qendror do të ketë ndërtime me beton, pallate. Kjo është arsyeja kryesore pse sot e japin. Ja po ta them, vendimi numër 11 datë 16/2/2015 i KKT-s, i cili parashikon ndërtimin anash korpusit të Liçenit. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse e bëjnë me nxitim, pse e bëjnë në shkelje të ligjit, pse e bëjnë pa transparencë dhe pse e bëjnë në mënyrë abuzive dhe dalin sot dhe nuk japin asnjë përgjigje për të gjitha shkeljet ligjore dhe vendime. 1 minutë, 2 minuta, nëse ke diçka se më duhet shkojmë publicitet. Apo e mbyllim për këtë pjesë? Nëse e mbyllim dhe fillojmë. Edhe fillojmë direkt pastaj. Mirë. Do të përpara se të shkojmë publicitet, në Facebook ka shumë komente, jeni të ndarë edhe aty si kundër është dhe paneli, por edhe opinioni me sa duket tot ditët e fundit. Një pjesë ndoshta nuk janë mirë të sqaruar. Një pjesë tjetër kanë shqetësimet që kanë ngritur edhe profesorët e opozitës në panel. Një pjesë tjetër kanë dashur çik më shumë transparencë, zoti Mazniku. Por këtë do t'ju pyes kur të kthehemi nga publiciteti, do ta jap pas pak atë kohën për t'ju përgjigjur. Ndjekim çfarë keni thënë në faqen e Facebook-ut Tunaj Ilvatare, në publicitet dhe rikthehemi një herë në panel. Kur kemi shëtitur familjarisht me fëmijë të vegjël nga liçeni, kemi qenë të etur për të gjetur ndonjë mundësi për t'i argëtuar sipas moshës dhe interesave. Kur gjenim ndonjë trumë të rrozuar, e hipnim aty fëmijën për ta zbavitur, bënim dhe fotografi. Shkurt, thëndryshe, këndi lojrave është një ëndër e prindërve që po bëhet realitet. Ka vende të tjera sa të duash ku mund të betonizohet, por jo parku. Të heqin një lokal në park e ta ndërtojnë aty këndin e lojrave, pse duhet prishur parku. Ta bëjnë të parkimi në hyrjen e liçenit nga ana e digës, një sipërfaqe bosh e me ton dotje, le të bëj lodrat e të mbjell edhe ato 6 pemë që ka në preventiv, apo është premtuar për shesh ndërtimi ai. Po të kihet parasysh sipërfaqen e vogël që ka tek kodrat e liçenit, mezi do të gjeje vend të mbillje ndonjë pemë jo më një park lodrash, është i vetmi vend në të gjithë Tiranën. S'ka asgjë të keqe. Ven argëtohen fëmijët të teg e harxojnë gjithë ato lek, pse të mos argëtohen falas, paguajmë gjithë ato taksa. Në projekt s'ka betonizime, gjë shumë e mirë për fëmijët ku të kenë mundësi të argëtohen, pse jo për moshat e treta. Kështu që jam pro këtij projekti. Pjesa e fundit e debatit për ndërtimin e këndit të lojrave pranë parkut të liçenit. A ka pasur një problem në komunikimin e këtij projekti Bashkia e Tiranës, zoti Mazniku? Unë besoj që jo, ka pasur një problem në mënyrën se si u ngrit më pas një histeri rreth projektit. Ne kemi marrë secilin prej masave dura për ta komunikuar projektin, spari që në datën 14 tetor, kur është prezantuar masterplani dhe më pas specifikisht projekti. Ashtu siç tha sot dhe arkitekti gjerman, në fakt, për thënë drejtën, u gjetëm pak të surprizuar nga fakti që opozita vendosi që ndër kauzat e mundshme që mund ngrinte ishte që të mos ndërtohet një park për fëmijë. Pra pjesa ku disa njerëz të vesh me tuta sporti edhe me mjekra dhe me syze të zeza i turreshin një gardhi ku ndërtoi një fëmijë, një kënd fëmijësh, me thënë drejtën më ka surprizuar dhe është pjesë atyre gjërave të cilat ti e ke të vështirë ta imagjinosh që mund të ndodhin dhe që veçanërisht një grup politik i cili është në pozitë pretendon që drejton mendime alternativ ndryshe, e sjell të si alternativë. Kjo mund vlej për çështjen për grupin politik. Po shoqëri civile, se ka shoqëri civile të pa angazhuar politikisht. Padyshim. Mund të ishin informuar ata më mirë? Po, patjetër. Shoqëria civile unë besoj që ndahet në 2 grupe. Disa djemë dhe vajza të cilët kanë një farë shqetësimi të sinqert, po që më pas ai shqetësimi i tyre sinqert është marrë dhe është
është zvarritur në secilin prej këtyre gjërave. Ne kemi parë disa njerëz si zoti Maltezi, i cili ka qenë në krye të gjërave. Një person i cili ka dhënë vlerësime strategjike mjedisore për betonizimin e jugut të Shqipërisë. Kishit dalë në debatet e vëshëja me zotin Maltezi, mos përmendi persona që s'janë prezent. Në secilin prej këtyre dhe që gjërave kanë etiketuar mashtrues kur ishit e studioja tjetër. Ju lutem. Mos u shqetësoni se ju prek shqetësojnë komentarët e familjes fare, por për hir të transparencës nuk mund të lejoj që të mashtrohet sërish. Thelbi ka qenë Tre personazhe që ka përmendur me Ebër në një emision për të mos krijuar. E kanë marrë, kanë ndryrë telefonikisht dhe kanë quajtur mashtrues. I përmend prapë, unë ja kam letrën këtu. Dhe ata thon mashtrues sërish. Jo më ta thon prapë, unë kam letrën këtu, e ngrej prapë letrën. Ishte dalë në debate të vëshëja me zotin Maltezi dhe kishte zgjidhur. Çfarë thotë? Me zotin Maltezi kishte dalë debat u fshehë. Çfarë tregon ajo? Këtu është vlerësimi strategjik mjedisor i planit rregullues të Tiranës. Po, hape brenda. Shkresën tjetër. Plani rregullues i Tiranës, për cilin është bërë ky vlerësim strategjik. Tani e nxorë një shkresë, deri tani nuk i përgjigjet të zgjedhë me shkresë. Kishte brenda, ka gjithë emisionin që për përgjegjësinë e vet, për të cilën plani strategjik mjedisor, plani rregullues të Tiranës, kishte brenda Sazangurit, që është punë vet. Kishte brenda, jo më se ka me Sazanin fare. Po me te Sazanguri pra, merresh me Sazangurin ta dhanë emision parkim te opinionit, ta tha qartë. Parku Rinia, ashtu siç kishte plani francez, ashtu siç plani Zeciran. Edhe plani i zotit Basha 2013-s kishte parkim tek Parku Rinia, ai që po zbatohet tani. Po flasim për liçenin tani. Vlerësimi strategjik mjedisor i planit rregullues të Tiranës është hartuar nga profesor Sazanguri, profesor Romeo Anxhari dhe ja marrë për Maltezi. Ku thuhet aty që cënohet liçeni artificial i Tiranës? Jo, për parkimin, dhe kjo është arsye pse përmend atë. Për parkimin, për parkimin. Ku thuhet? E kia çikan zotin Maltezi te të vëshaja. E ka regjia ta nxjerrë. Me zotin Maltezi shkonin të vëshaja dhe ishin ballafaqur. Ku ke parë që plani mjedisor vlerëson ku duhet të ndërtimi? Plani mjedisor, ku ke parë? Plani rregullues, plani mjedisor. Po e vlerësim mjedisor e Sazangurit o zotre. Jo, është edhe Maltezi. Po e vlerësim mjedisor, si parashiko ka vlerësimi mjedisor se ku do bën ndërtimet. Jo më është vlerësim. Po ky është mashtrim hapta se është vlerësim strategjik mjedisor i planit rregullues. Lexoje, po pra lexoje. Vlerësim strategjik mjedisor i planit rregullues të Tiranës. Strategjik mjedisor. I planit rregullues të Tiranës. Strategjik mjedisor të Tiranës. Po pra plani rregullues, e kishte apo se kishte? Pyetje, plani rregullues të Tiranës, e kishte apo jo parkimin? E kishte parkimin? Jo, nuk është se kishte. Jo, nuk e kishte. Po nëse e ka, do ikësh në Këshill Bashkiake. Nëse ka. Unë. Do ikësh në Këshill Bashkiake ti. Unë e ke. Po tjetër. Po ikësh nga PD-ja. Po ti nuk e di as ku je zotre. Tani. Të flasim për një gjë që u përmend shkurtimisht dhe është e rëndësishme qytetarët ta dinë se kam përshtypjen që kur vi momenti do ngrejmë prapë. S'ka më moment, po mbaron emisionin, ma thuaj tani se nuk e di atë vjen më radha. Ky është parku i liçenit të Tiranës, që është në Nuk i vjen, ja ta mbaroj. Jo. Ky është plani dhe kjo është për transparencën, ky është plani. Tani gjeti ta bëj transparencën. Diferenca e vizioneve. Ky është një plan i cili është prezantuar në janar të këtij viti dhe i cili shton 55.000 metra katror, 55 hektar hapësirë të gjelbër parku të liçenit. E gjithë hapësira parku apo burse po na luani mend tash. Po tash do e vëmë metrin se vazhdoni thoni unë them për fakt se gjithë shkresës zotre se ti thua fakte apo i thua me fjalë, dhe ti ke treguar që ti nuk e mbaj fjalën. 55 hektar, 55 Çfarë do metra. ndodh me këtë? Kjo është një hapësirë e cila kjo vija ndërprerje është vija në cilën tani ne ngjitemi për ke parku nga garda. E gjithë hapësira e gardës shtohet si hapësirë e parkut gjelbër qytetit. Pra i shtohen parkut sot 55 hektar të reja, 55.000 metra katror hapësirë. Me leje apo pa leje? Si me leje? Me leje apo pa leje do t'i shtonin parkut? Si mund t'i shtohen hapësirët me leje se pa leje? Si doni juve? Se kjo është pyetje e çuditshme. E rëndësishme është qytetarët marrin 55.000 metra katror ekstra. Ky është vizioni që kemi në për parkun. Ne kemi vizionin e kundërt atyre që gjenin ku gjenin në cep, hapnin lokale. 31 lokale janë bërë gjatë kohës Bashës në park, të cilat kanë zaptuar pafund cepat parkut. Ndërkohë që vizioni jonë për parkun është jo vetëm që ndërtojmë një park lojrash. Ku janë mund deri këto shkresa që janë bërë kohën e Bashës, nxjerrin. Asnjë pemë të vetme. Do nxjerrin pak shkresa asnjë pemë të vetme, patjetër, asnjë pemë të vetme. Okej. Por ama ne i shtojmë parkut 55.000 metra katror tjera. Dhe kjo është në fazën e parë. Në fazën e dytë i shtojmë dhe 273 tjera në krahun tjetër të Unazës. Që thotë synimi jon është që në mënyrë të vazhdueshme parkun ta kthejmë në një hapësirë që qytetarët ta përdorin duke shtuar në mënyrë të vazhdueshme gjelbrimin
Në më pak se 6 muaj kemi mbjellur më shumë se 2000 pemë, kemi riparuar 265 stolat, cilat nuk është e prekur një gozhd ke stolat për t'i riparuar prej 4 vjetësh. Ky është vizioni që kemi neve. Saliani, pjesa e mbetur, çfarë do bëni tani e tutje? Mbas ditës sotme, mbas padisi keni ngritur prokurorin. Është qartë fare që Partia Demokratike do jetë në krah të qytetarëve dhe nuk do të lejojë që të vetëm në zonë të mbrojtur të Tiranës, të vetmin park që ka Tirana, të vetmin mushkëri që i ka mbetur Tiranës për fat të keq, nga shkatrimi i qeverisjes disa vjeçare të Ramës, të mos e lejojë. Aty nuk do të lejohet ndërtim. Aty është ndërtim, është me beton, është në shkeljet e ligjit për më tepër. Ka mundësi të tjera ku mund të ketë parqe për fëmijët, ka mundësi të tjera se kur të kaloj. Nëse prokuroria nuk shikon shkeljen e ligjit, çfarë do ndodh? Ja të lutem, ta mbaroj. Se mbase nuk e vendosin ata. Edhe një tjetër duat ja përsëris, zot, nuk ecet me në sen politik. Nëse prokuroria nuk sigurisht që nëse nëse nuk ecet me dokumenta dhe me shkresë. Sigurisht që politika ecet me nëse se nuk tonë strategjit në bazë të nëseve tani. Dokument fakte. Ja ta mbaroj. 17 ligje dhe 18 akte ju citova, po ju s'doni të dëgjoni. Edhe e vetmja shkresë që nxori nën kryetarin e bashkisë gjatë gjithë emisionit ishte dokumenti strategjik i Sazangurit, i cili ishte vlerësimi mjedisor. Nuk nxori asnjë shkresë tjetër. Po ja uri përsëris edhe një tjetër qëllimi final për të cilin bëhet ndërhyrja edhe projektin për të cilin bëhet ndërhyrja në parkun e liçenit. Është vendimi edhe një tjetër numër 11 datë 16/2/2015 i KKT-s me firmë të Edi Ramës, i cili shënon se zonat anas Shkorpusit do jenë për ndërtime. Ndryshon destinacioni parkut këtu që më pas të jepet ndërtime dhe të bëhen pallate. Të njëjtën metodë që kanë ndjekur Kryebashkiaku nuk ka për të lejuar as sot, as nesër dhe as një ditë tjetër të ndërtohet në parkun e liçenit, dhe do jemi aty bashkë me qytetarët dhe siç e rrethuam sot bashkinë e Tiranës, e njëjta situatë do të ndodhë çdo ditë tjetër sa herë të tentohet të preket parku i liçenit. Po ju them që nuk e kanë atë dështimin e prokurorisë do ta shohim nesër, se ku shkon prokurori. Gjithë administrata do ta shikojmë, po. E gjithë administrata. Çfarë ndodh nesër? Pse ku shkon? Do shkoni ju? Nesër ka dy gjëra që ndodhin. Nesër ka mbarojmë të se çfarë do ndodh nesër. Po ne dal konferencë për shkak. Nesër ka një gjop administrative për dëmtimet që janë kryer në bashki. Dhe ka një kallëzim penal për dëmin publik që është kryer për secilin për personave të cilët kanë kryer dëm publik, nga deputet, ke antar këshillit bashkiak, ke individ thjesht, të cilët kanë thyer pronë publike. Dhe për këtë ka kallëzim penal nesër për secilin persona me fakte, me individ, person, fotografi, me imazh, me vlerësim dëmi, shkon prokurori nesër, secili për njerëzit gjithë. Tani edhe një tjetër, gënjejnë po e them publikisht dhe nuk më e përgjegjësi për fjalët, siç gënjyen për çmimin e biletës së autobusit të urbanëve, që doli Kryebashkiaku tha nuk do ketë rritje të çmimit të biletës së urbanit dhe e rriti me 100 lekë për shkak kryetari i bashkisë më përgjegjësi. Zotin Mazniku në sjell sot ai nesër heq vendos diçka tjetër. E ka rritur me 100 lekë. Të njëjtën gjë bëri me koncesionin tek Tajvani. Duke ja dhënë një kompani. Jo, duhet i bësh një kronologji të saktë të situatës kur ka qenë kryetar bashkie Lulzim Basha, e kanë kërkuar shpesh dhe nuk i është rritur asnjëherë për qytetarët çmimi i urbanit. Rriti me 10 fish taksat për bizneset, ndërkohë që ju premtoi që do t'i ulte. I ka dhënë me koncesion një park tjetër, që është në mes qytetit. Parkun tek Tajvani ja ka dhënë klientëve të vet, një kompani e cila i ka për më tepër të bllokuar asetet me vendim gjykate, kam edhe vendimin e gjykatës po ta doni, dhe janë prapë në shkeljet e ligjit vetëm për një arsye, sepse duan të japin vendimin që ka marrë Edi Rama në vitin 2009 për t'i dhënë parkimin në Doksor një miku të vet, ja jep sot me dorën e Erion Veliajt. Mbarove kam përshtypjen për momentin. Të flas zoti Olli dhe më pas edhe Elisa në fund. Atëherë unë dëshiroj të ritheksoj edhe një herë faktin që kemi shkelje të vërtetuara dhe të provuara në bazë të ligjeve në fuqi. Kemi shkelje flagrante. Kemi fillim punimi dhe tenderimi objektesh dhe projektesh shumë kohë para se të dalë dhe kjo leja e famshme. Del leja në datën 12 shkurt, por tenderi dhe preventivi dhe planifikimi është bërë që në datën 5 janar. Pra, e imagjinoni se sa e tmerrshme është, sepse ajo leja e kushtëzuar që presupozon dhe studimet mjedisore e tjera, duhet të bëhet dhe ajo dhe pasaj të shfaqen projekte dhe të filloj zbatimi.
kemi objekte që janë brenda në park, ndërkohë që ligji sërish do më thënë jo është shkelur. Po nuk mund të ketë më veprimtari anti-ligj dhe anti-shtet se që po ndodhë sot, si në qeverisje ashtu dhe në bashki, se janë derivate. Dhe e them dhe njerë, urdhëruesi drejt për drejt i këtij veprimi është kryeministri Rama, dhe i takon atij të marrë përgjegjësinë në raport me këtë që po ndodh, meqense është dhe kryetari i asaj të famshme SKKT. U fol këtu për lodra klientësh, se po shkojmë në qendra tregtare e tjera për t'u zbavitur. Më falni, zonjatare, ne e dim shumë mirë se në çdo pjesë të qytetit Tiranës ndodhet liçeni artificial. Po mendojmë për fëmijët, ë? Dhe unë po them, për fëmijët e kujt? Shumë mirë që keni mësuar se ku është liçeni. Ç'a thuam? Të gjithëve, pse mos Ja ta ndërhyj tregoj dhe ty madje. Mos ndërhyj. Do të marrë dhe për dorë po duash. Për fëmijët e gjithëve është ajo. Po fëmijët e gjithëve. Po pra një minutë, Të drejt ka të drejt po jo pra që keni mësuar të park, ose fëmijëve. ka e dinë se kanë park privat, duan të ndërtojnë atë. Të fëmijëve. Dakord? Atëre. Fëmia i kombinatit që do vi bashkë me prindrit, të luaj ke ky park i famshëm sepse ushoj Tirana për çdo vend tjetër, minimalisht do harxonja 3.000 lekë vetëm në udhëtimin autobus fal dhuratës e Erion Velis në datën 31 dhjetor. Fëmia që do të vi nga fresku, sepse duhet zbrez nga fresku ai për të luajtur ke ai park, sepse nuk mund të ketë ai fëmia i parkut, i freskut një kënd aty afër vetes vet, sepse kanë betonizuar. E betonizojnë për 11 vite Rama dhe vijojnë ta betonizojnë dhe sot. Dhe kemi $800.000, të cilat në vend që t'i idheshim për vende dhe parqe argëtuese kënde lojrash në afërsi, duhet të ndërtojmë kënd lojrash në mes të pemëve duke prerë pemë sepse andej nuk ka pemë. E imagjinoni tash se sa prindër me fëmijë duhet zhvendosen nga zonat periferike të Tiranës për të luajtur tek liçeni, se s'ka mundësi tjetër, po ja u çojmë aty me zor. Atëre kush po i çon ke klientët? Ke ajo kafja e madhe që sot po ka përdihet dhe po rëshkitet si ngjall. Pra, ky projekt në vetvete nuk është thjesht dhe vetëm një veprim antiligjor, po është një afere pastër korruptive e cila është e ideuar dhe e iniciuar nga mafia e betonit që tenton tani të shtrihet. Këtu thuhet çfarë do të paranoj dhe ç'paranoj. Ne po flasim, kemi të paktën në 2 orë emision me fakte konkrete. Me të gjitha ligjet aktuale në Republikën e Shqipërisë, madje Republikë Popullore po e shndrojnë tash të Shqipërisë, nuk lejohet të preket një fije bari, ja u lexova nenin, pikën 4 të planit, nuk lejohet absolutisht asnjë lloj ndryrje. Nuk ka asnjë plan mjedisor. E tha dhe zoti Saliani, ende supervizori që do të supervizoj punimet, po përzidhet sot. Pra më falni, cili nga ligjet nuk është shkelur? Cili nga ligjet nuk është shkelur? Asnjëri. Dhe për të ardhur, vazhdoni ju. Pra, dhe për të ardhur ke pjesa, do më thëmë, finale dhe përmbyllëse. Dhe në rast se ne do të kishim hije dyshimi, a jemi ne të justifikuar si individ, si qytetar, unë personalisht si antar i Këshillit Bashkiak për të patur hijet më të mëdha të dyshimit në raport, jo me këtë projekt, por dhe me gjithçka që artikulon Veliaj dhe administrata e tij, pafundësisht dyshime. Dhe po jo them, kam kërkuar me shkrim të informohem, vazhdojnë të informohem në shkelje flagrante të Kushtetutës së Shqipërisë, jo më ligjit. Kemi shkelur Biblën e vendit, Kushtetutën, të drejtën e informimit. Unë, këshilltarët e majt, por besoj dhe gjithë shqiptarët dhe gjithë Tirana. Vjojmë ke pjesa e dytë. U premtua publikisht që nuk do të ketë ngritje të çmimit. U premtua publikisht dhe në fushat morotarium ndërtimeve në Tiranë. Nuk do ndërtohet absolutisht asnjë centimetër, metër beton, çakull e tjera e tjera. Atëhere, a na linte drejta dhe për këtë? Sigurisht që po. A kemi prova dhe fakte konkrete që gjatë gjithë kohës tu kemi vetëm devijime, mashtrime publike? Sigurisht që po. Të ngresh çmimin e biletës në datën 31, një dhuratë për fund viti, ju lutem, dhe ta quash patësipsisht indeksim, unë këtë nuk mund ta pranoj as në Republikën e Bananeve. E di pse, zonjatare? Sepse indeksim ju e dini shumë mirë si gjithë ata që na ndjekin, është kur ky element mbulohet nga buxhetet e shtetit, mbulohet nga buxheti i bashkisë apo element tjerë. Prandaj quhet indeksim. Por indeksim, ju lutem, që ta mbyllim pra. Po ja pra këtu jemi në indeksimin e parkut. Tani në emër të fëmijëve po indeksojmë parkun me beton. Kjo është e vërteta, e frikshme asaj që po ndodh, si nga pikpamja e kuadrit ligjor, si nga pikpamja asaj çka do të pasojmë më mbrapa. Zonja Spiropali. E para, unë dua ta nis nga fillimi,
nga aty ku nisi dhe ky debat, pra protestat, që ishin të drejtën të paparashikuara dhe dolën edhe jashtë asaj që mund të mendohej nga autoritetet e bashkisë dhe nga Këshilli për shkak të natyrës asaj që do ndërtohej. Pra, protestat ishin të një natyre të papranueshme dhe në disa raste dhe po flas këtu sidomos për protestën e opozitës të turpshme, sepse në qoftë se protesta dje e qytetarëve, aty mund të ketë edhe qytetarë, siç e thash, të sinqert në dëshirën e tyre, të shqetësuar që duan të informohen, infiltrimi aty i elementëve të opozitës dhe protesta e sotme, ku funksionar publik, deputet, këshilltar e me radhë, prekin pasurinë publike dhe dëmtojnë dhe keq informojnë dhe keq orientojnë opinionin publik, atëherë këtu nis përballja sigurisht e bashkisë dhe në drejtën e vet për të denoncuar raste të tilla. Po përtej kësaj, duhet marrë me themelin e çështjes. Po flasim për një parti dhe një opozitë e cila e ka patur Bashkinë e Tiranës deri para 7 muajsh. Pra nuk po flasim për një grup idealistësh që kanë zbritur nga hëna dhe po shikojnë tani që në Tiranë mungohen parqet e me radhë. Po flasim për një situatë konkrete. Jemi në një Tiranë ku mungojnë këndet e lojrave të fëmijëve, ku mungojnë vendet e argëtimit, ku mungon investimi për interesin publik dhe për zona të tilla. Koncepti i këndit të lojrave në park për fëmijët është ndryshe nga ajo që thot zoti Olli, pra këndi i lojrave pranë vendeve të banimit. Nuk e përjashtojnë njëra tjetrën këto të dyja. Sigurisht që Bashkia e Tiranës ka edhe buxhet, se ne kemi miratuar në Këshill, ka edhe projekt, dakor, te kemi miratuar ne edhe investime në këndet e lojrave pranë pallateve, por koncepti i një këndi lojrash rekreativ për fëmijët pa beton në një zonë, në një park, është një koncept tjetër dhe ekziston në të gjitha qytetet e botës, jo vetëm këtu. Këtu nuk ekziston, sigurisht se parku ishte lënë atë gjendje. Pra këtu nuk investoi asgjë që nuk kishte lidhje me një klientel e sa ndërpara dhe është e panevojshme që ta përkthej. Tjetra, Bashkia e Tiranës, qoftë në buxhetimin që ka bërë, qoftë tani ka treguar që për transportin publik, me që e përmendi zoti Olli, do investoj për të rritur cilësinë. Nuk mund ta quajmë atë transport publik që ne kemi trashëguar të dejmë për qytetarët e Tiranës. Sigurisht që zoti Basha nuk e ka rritur çmimin, se në 4 vjet nuk është marrë as me çështjen e zonja Spiropali, jo po mashtroni tani. Zonja Spiropali, ju lutem, ju ka ardhur në Mars, ju lutem, ju ka ardhur në Mars vendim dhe ju duket normal ta indeksoni nga xhepat e qytetarëve. Jo, sepse është e pavërtetë. Zoti Basha në Mars, mbasi qeveria Rama i lau duart me biletën, ka quar vendimin në Këshillin Bashkiak dhe këshilltarët e majtë nuk e kanë kaluar. Ka lënë 300 lekë biletën. Kjo është e vërteta e biletës. Tjetër. Është një lojësit vërtetat e liqenit. Janë një lojësit vërtetat e liqenit. Për të gjitha projektet e tjera të Bashkisë Tiranë, jo vetëm aty për ndërhyrje, sigurisht që opozita do ta ngrerë zërin. Por është një pakicë e zhumshme, e cila thelbin e problemit nuk e ka me parkun e lojrave të fëmijëve, se kjo do ishte e tmerrshme, por e ka me faktin që për çdo punë që bën Bashkia e Tiranës, qytetarët kuptojnë ndryshimin mes administratës përballë. Për atë park lojrash kuptojnë që nuk kanë pasur lojra. Për ndriçimin e parkut kuptojnë që nuk e kanë patur. Për mbjelljen e 2000 pemëve kuptojnë që Bashkia dhe administrata e mëparshme mund të kishte bërë. Po 5000 pemë kanë mbjellë administrata e mëparshme. Në këtë përballje, të dy filozofive, pra filozofisë së punës dhe të veprimit, qoftë kjo edhe me kosto në imazhin publik, por ama veprimit dhe punës për qytetarët dhe të mos bërit asgjë, Bashkia e Tiranës ka zgjedhur të bëj punën dhe të veproj. Faleminderit. E këtu është ndryshimi. Në qoftë se pastaj, patjetër, konspiracioni për ndërtime aty për kafe e tjerë, do ta provoj koha. Janë konspiracione sepse nuk ka asnjë projekt. Organizoni të referendum për këtë çështje. Dhe në qoftë se ka ndryshime për lishmërinë, që nuk ka asnjë janë drejtuar prokurorisë, i drejtohen dhe do ta kthejnë, do ta marrin përgjigje. Po kam përshtypjen që do jenë ata para prokurorisë për dëmin që i kanë shkaktuar mjetit. Fjalë mbyllëse. Një minutë, fjalë mbyllëse. Ka dy filozofi, është e vërtet. Ka një filozofi që quhen turp të prodestash,
kundër shkeljes ligjit, kundër arrogancës, kundër transparencës në vendimarrje, tani nuk e ndryva. Se pavarësisht se dëgjojmë bodën e vet ka. Unë jam në mbyllje tani mos e hapim këtë debat. Edhe një mbaro fjalën se s'ke thënë asgjë deri tani. Turp është ai që vjedh dhe shkel ligjin, siç po ndodh, ai që ai jep miqve të vet pronën publike dhe me qenë se jemi te çmimet e biletave dhe me qenë se jemi te urbanë, të cilët me qenë se na i tha doli te çmimi i biletave, dy persona të cilët e kontrollojnë pjesën më të madhe të transportit publik, janë miqtë e Partisë Socialiste, dikush ja u them edhe me emra, dikush që ka linjën dhe që e autobusin e rilindjes Partisë Socialiste, me qenë se jemi te transporti urban. Janë këta zotërinj. I ka Partia Socialiste linjë. Ku ka ndërtuar, se edhin diçka dhe kujtojnë se është e vërtet, ku ka ndërtuar zoti Basha lokalet e liçenia, ka mundësi në nxirrni pak lejen? Me qenë se thënë nxirre pak, se me fjalë unë mund të abuzoj me fjalën dhe mund të them që ky i ka vjetur ky zotëri, ajo ku i ke nxirrë rendin të vjetit, shkresën ku i ka lejen, nuk ka bërë asnjë, zero ndërtime. Kjo është të tentosh të relativizosh keqen që jo jam në mbyllje, më thuaj vetëm një fjalë jam në mbyllje. Nesër ka pra protest biznesi në orën 10 para bashkisë. Ndërtime pa leje. Lokale pa leje. Mazniku përfundoje. Gjira shkresën, gjira, ku e ka? Jo, me minutazh jam. Do shikojmë atë planin e bukur aty. Turp shkatrosh pronën publike, është turp, s'është turp protestosh, protesta është nder, është turp shkatrosh pronën publike, është turp. Po ju po e bëni më, dhe duhet godasur qytetarët e thjeshtë, dhe ç'është më e rëndësishmja, do jemi këtu 4 muaj nga sot, kur qytetarët do ta gëzojnë parkun. Do jeni të vendosur që të mbaroj parkun. Po dyshim, nuk mundet që mes qytetarisë dhe vandalëve të fillojë vandalës. Me që u fol për reagim të dhunshëm. Dhe do të thoja një gjë, në rast se doni të ishin transparent, në rast se doni me gjithmonë të konsultoheshim me publikun, leta edhin në referendum, nëse duhet preku liçeni ose jo. U fol këtu për reagim të dhunshëm. U fol për reagim të dhunshëm gjatë protestës. E tha Mazniku, protesta nuk është turp. Ministri Brendshëm reagoi brenda orës për të shkarkuar atë policin e thjeshtë që preku atë grua. Ne me Aleancën e Grave Këshilltare reaguam me merat të gjithë reaguam. Të kujtojmë janë jashtë. Jo, po se duhet të vazhdoni edicionin e lajmit. Kujtojmë ç'ndodhte me protestat në 2010. Se keni treguar Të nderuar teleshikues, siç e ndoshën nga debati, kam pasur një ndarje kohe matematike, 27 minuta e 46 sekonda për secilin nga përfaqësuesit e kampeve, për Bashkinë e Tiranës dhe këshilltarët e saj dhe për Partinë Demokratike dhe këshilltarin Olli. Sigurisht në rreth 30 minuta e tjera kanë bërë debat me njëri tjetrin, por koha është ndaluar kur keni ndërhyrë tek njëri tjetri. Për barazike për të qenë ndershëm me debatin, ndodhi që mund të ishte kaq i barabartë, se në fakt mund të kishte të kaluar koha për secilin kamp. Ajo çfarë dua të them në mbyllje të këtij emisioni, këtij debati. Kam frikë se sërish një pjesë e mirë e qytetarëve, ata që nuk janë as ndoshta ndjekës së Bashkisë Tiranës, as të Partisë Demokratike, nuk kuptuan ende për parkun çfarë do ndodh. Do të ketë një park aty ku kanë nisur punimet, Mazniku thot po, përfundon për 4 muaj, ndërsa Saliani zoti Olli thonë jo, nuk do të ketë park, nuk do ta lejojmë këtë. Nuk do të ketë ndërtim. Nuk do të ketë ndërtim. Do të ketë park për ne porojmë parkun. Nuk do të ketë lodra për fëmijë. Nuk do të ketë parkun e fëmijëve që thonë tash janë pra. Tash shkruajmë fjalët. Vetëm park fëmijësh nuk ka fjalët. Dakor. E rëndësishme është që prindrit e metropolit e Tiranës duan një park për fëmijët. Se si do të mundsohet kjo? Se sa rrugë të lishme do të ndiqen dhe si do të përfundohet derisa të realizohet projekti, do ta ndjekim hap pas hapi dhe gjatë emisioneve këtu në Tonight. E rëndësishme është që qytetarët të kenë zë, të dëgjohen, por pa dhunë, pa eksese dhe pa dëmtuar njëri tjetrin dhe as pronën publike. Natën e mirë.